Përshëndetje zonja e zotrinj, mirë se vini në Sky Live. Për gjatë ditës sot më të fokusohemi tek zhvillimet kryesore nga vendi, rajoni dhe bota. Do të flasim në lidhje me dhënat e publikuara më herët për sa i përket ecurisë së çmimeve në vendin tonë dhe rezultoi se për shkak të luftës inflacioni u rrit në 3% për muajin maj, indikuar kryesisht nga rritja e çmimeve si pasojë e konfliktit në lindjen e mesme. Njëkohësisht, edhe presioni i brendshëm për shkak të numrit të turistëve ka mbështetur më tej çmimet e produkteve kryesore në vend. Në një situatë tillë, Banka e Shqipërisë mund të gjendet në presion sepse inflacioni ka prekur nivelin më të lartë në thuajse 29 muajt e fundit dhe kjo përforcohet edhe më tepër për faktin se këtë javë pritet që Banka Qendrore Evropiane të rrisë normën bazë të interesit. Njëkohësisht do diskutojmë edhe në lidhje me Gjirokastrën si një destinacion gjithvjetor, investimet që po kryen, paketa e maleve, aplikimet e qytetarëve shqiptar, por edhe atyre që jetojnë jashtë vendit, interesin e shfaqur për të përfituar nga paketa e maleve. Do të fokusohemi edhe tek situata pasgjedhore në Kosovë. Me interes, partitë politike, por njëkohësisht edhe analistët presin numërimin e kutive ose votës diasporës. Për gjitha këto çështje do diskutojmë pak momente më vonë, ndërkohë tani do ndjekim një kronike e cila flet pikërisht për çështjen e ditëve të fundit në vendin tonë, resorti në Sazan dhe në Zvërnec. Në një komunikim me gazetarët e disa prej vendeve të Bashkimit Evropian, kryeministri Edi Rama deklaroi dhe dha shpjegime detajuara për planet dhe zhvillimin e Zvërnecit. Kryeministri tha se ende nuk ka një projekt dhe se gjithçka është ende në fazën e shqyrtimit. Sazani dhe Zvërneci janë dy projekte të ndryshme pas një lidhje mes tyre. Kështu është shprehur kryeministri Edi Rama gjatë një konference me gazetarët e Bashkimit Evropian. Në këtë moment po më tregoni projektin, nuk ka projekt. Zvërneci dhe Ishulli janë dy projekte të ndryshme, nuk është i njëjti projekt. Gjithkohës publikohet, ripostohet në Twitter apo në rrjetet tjera Ishulli, protestuesit, gardi, kjo, ajo për të krijuar diçka që është tërësisht e neveritshme. Nga këndvështrimi i dikujt që jo vetëm është në bulevard, por edhe që është në Austri apo në Amerikë, dhe të projektosh këtë imazh të Shqipërisë një republikë dreqi bananësh ku ishujt i shiten oligarkëve, kështu në më kohë dhe ku vendi shitet sepse ka një kryeministër atje që po ju shërben oligarkëve, çfarë është kjo? Mëtej Rama tha se ka shumë dezinformim lidhur me çështjen, i cili vjen nga Irani dhe për këtë deklaroi se ka fakte. Deep fake, se sa shumë dizinformim, se sa shumë sajim apo inxhinierim, po ju bëhet informacione nga burimet që po i përdorin dhe nga burimet të cilat thjesht i shumë fishojnë. Kështu që e dim si fakt, nuk është se e shohim në ëndër, e dim faktikisht që ka aktorë që po përpiqen ta shfrytëzojnë. Kemi shumë të dhëna për këtë dhe do t'i bëjmë publike, vetëm faktet, jo histori. Faktet. Ka vetëm një aktor dashakeq që është Tirani. Të e dim me fakte. Kryeministri theksoi se lidhur me projektet, zbatohen standardet e Bashkimit Evropian. Do të diskutojmë tani për dhënat e publikuara më herët në lidhje me ecurinë e çmimeve në vendin tonë. Zyrtarisht rezultoi se për muajin maj inflacioni u rrit në nivelin e 3%, duke shkuar pranë kufirit sipërm të Bankës së Shqipërisë. Ne mëngjesisht do të diskutojmë me zotin Artur Ribaj, ekspert i tregeve financiare. Zoti Ribaj, mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes juve. Inflacioni në 3% referuar shifrave zyrtare të publikuara më herët gjatë javës dhe arsyeja kryesore më madhore padyshim që është konflikti në lindjen e mesme. Mendoni se tashmë mund filloj presioni i shtuar edhe ndaj Bankës Qendrore në lidhje me ecurinë e çmimeve, sepse pavarësisht përpjekjeve, arsyeja kryesore e rritjes së çmimeve, konflikti në lindjen e mesme ende nuk po zgjidhet. Atëherë është komplekse, si gjithmonë situata në ekonomi, asnjëherë nuk është e thjeshtë. Janë disa faktorë, por unë do të thoja se ende nuk është presioni për Bankën e Shqipërisë për të ndërmarrë masat për të rritur normën bazë interesit.
sepse ende nëse do të flasim për inflacionin bazë, për normën inflacionit bazë, ai qëndron poshtë limitit të targetit të vendosur nga Banka e Shqipërisë. Ku këtu përjashtohet çmimet e ushqimeve dhe energjisë, të cilat gjithashtu edhe Bashkimi Evropian për pjesën e ekonomisë së BE-s e kanë në konsiderat si tregus. Pra jo vetëm normën e inflacion, por dhe normën bazë të tij. Gjithsesi, Banka e Shqipërisë do të vazhdojë të mbajë në monitorim. Do të vazhdojë të mbajë në monitorim e curim e kësaj norme, por edhe masat që do të marrë Banka Qendrore Evropiane, sepse në inflacioni ka rritje tendencë edhe në Bashkimin Evropian, duke dhënë të mundur që presionet që aty bëhen dhe tendencat për atë e curim dhe mbarvajtje do të japi efektin edhe në ekonominë e Shqipërisë dhe si pasojë edhe masat që duhet marrë Banka e Shqipërisë, por edhe aktorët e tjerë në treg. Zotëri Baj, konfliktin në lindjen e mesme padyshim që nuk është në dorën tonë për të parandaluar pasojat, por sipas Instat një tjetër arsye është presioni në çmimet e strehimit, por gjithashtu edhe në çmimet e shumë produkteve si pasojë e numrit të lartë turistëve. Këtë mund ta trajtojmë kollajin? Po, është vërtet. Po, është sakt efekt të rritur në konsum. Kryesisht ne kemi nga turistët. Gjë që shprehet pikërisht nëse do të marrim normën e inflacionit e cila ka përcyer atë kufirin e 3%. Pra është për efekt të konsumit që sigurohet dhe krijohet nga turistët. Edhe presioni i cili ndodh në çmimet e qerave. Megjithatë këto janë parë si tregues të përkohshëm, të cilët nuk është se janë prezent dhe do të japin gjithmonë presionin e madh në drejtim të rritjes së inflacionit dhe si pasojë rritjes normës bazë interesit. Ajo çfarë është gjithashtu për të evidentuar është që Shqipërinë e ka ndihmuar, pra këtë element të normës së inflacionit e ka ndihmuar her pas here forcimi i lekut kundrejt euros. Dhe kjo ka amortizuar edhe presionin që ne na vjen nga faktorët e jashtëm, të cilët kanë të bëjnë me inflacionin e ofertës, që lidhet drejt për drejt me krizën në luftës Amerikë-Iran, por edhe më tej në efektet që ajo jep në rritjen e çmimeve të produkteve zinxhir, të cilat ndikohen nga energjia. Pavarësisht se nuk e jep efektin, por e ka amortizuar për të qenë i qartë në qenë. Dhe ky amortizim, kjo shprehet edhe në deklaratën e Bankës Shqipërisë për raportin e politikës monetare, ku i referohet pikërisht këtyre elementeve, që do të thotë që situata në Shqipëri ende qëndron larg momentit të marrjes së masave për rritjen e normës bazë interesit. Pse është kjo e rëndësishme? Për faktin sepse kjo do të ndikonte në normën e interesit të kredive. Dhe gjë e cilë për e cila do të jepte efektet e veta. Pavarësisht se në Shqipëri është vënë re se politika monetare nuk jep efekt të menjëhershëm, do kohë të reflektohet në krahun e rritjes interesave për depozitat, por ajo e jep menjëhershëm në rritjen e interesave të kredive. Kështu që në këtë pikë tregu ka cedim në levën në përdorimin dhe efektet që jep leva e politikës monetare. E prandaj dhe nga raportet e ndërkombëtare është parë që nuk e ka efekte menjëhershëm. Edhe duke justifikuar dhe me prezencën e euro ose të tjerë faktor në treg, por edhe nëse flasim për marrëdhënien depozita në lek, kredi në lek, efekti jepet automatikisht në normat e interesit të kredive dhe shumë në bazë ose pothuajse spak në krahun e depozitave. Normët interes depozitave. Gjë që do ishte vërtet funksionimi i plot i levës. Kjo edhe për faktin, zotëri Baj, që mungon një treg financiar i thelluar, pra që të funksionojë realisht të jetë një treg dinamik, edhe kjo mund të jetë një arsye. Patjetër. Patjetër që po, sepse kjo do të rregullonte lëvizjen e fluksit të parave. Investimet mos shkonin vetëm në depozita dhe të flenë, por do të shkonin edhe në tregjet kapitale, absolutisht po, por e kemi të konsumuar dhe diskutuar edhe më parë dhe kemi vënë deficiencat që nuk po merret asnjë mas për ta përmirësuar këtë treg dhe për ta mbështetur në këtë lloj tregu, i cili edhe biznesi dhe ekonomisë së vendit do të jepte
do të jepte nxitje dhe incentiva të mira për zhvillim ekonomik në vend. Situata po njësoj edhe sot. Ndërkohë, zoti Ribaj, mund të ketë komplikime tjera ose për të thënë më qartë, efektet në konsum, sepse nëse shohim shifrat, faktorët kryesor janë 3. Qirat që diskutuam, çmimet e ushqimeve dhe transporti. Specifikisht tek ushqimet, rritja totale e inflacionit në nivelin e 3%, përkthehet në një rritje shumë të madhe nëse marrim vetëm shportën e ushqimeve. Mund të ketë pasoja edhe për konsumatorin? Për konsumatorin pasojat kanë kohë që japin efekt dhe prandaj përjashtova 2 elementet kryesor në fillim për ushqimin dhe për energjinë, sepse këto janë pra vjetre në konsumin në shqiptare, vjetre që shpenzohet për mbijetesë. Nuk kemi rënje të shpenzimeve për veshje, nuk kemi rritje për shpenzimet për edukim dhe shëndetësi, të cilat tregojnë apo për argëtim gjithashtu. Pra, vazhdojmë të qëndrojmë në kufit e bazës, pra që konsumohet për të mbijetuar. Dhe efekt këtu jep absolutisht dhe rritja e konsumit nga turistët, të cilët automatikisht çojnë edhe rritjen e çmimeve për konsum edhe për vendasin, në rritjen e qerave edhe për vendasin. Dhe kjo është, pra prandaj kërkohet një kombinim i kujdesshëm i masës me efektet zinxhir që ajo jep dhe spiralin që krijon në konsum. Pra, efektet janë të tilla dhe do të vijojnë të jenë të tilla, pasi shikohet që ne do të jemi përballë muajve që fluksi turistëve do të vazhdojë të zgjerohet, do të vazhdojë të rritet, dhe edhe ndikuar dhe nga zhvillimet e fundit, ngjarjet e fundit të cilët sillin edhe prurjen e vendasve që janë emigrim për të qenë në Shqipëri dhe për të jetuar me jetën dhe zhvillimet që ka aktualisht Shqipëria, të cilat absolutisht ndikojnë në rritjen e konsumit. Në njëri krah këto tregojnë konsum dhe rritje ekonomike dhe qeveria biznesi fiton nga xhiro dhe të ardhurat e krijuara, qeveria fiton nga taksat. E të tjerë, por vendasit që jetojnë këtu gjatë gjithë kohës, kuptohet janë deri diku më të penalizuarit për shkak se ju rritet efekti dhe pagat ngelen ato që kanë qenë. Po ndërkohë që shpenzimet për konsum vijojnë të rriten. Dhe në një farë mënyre, edhe sipas një studimi tjetër, shqiptarët e kanë zgjidhur të ulin sasinë e konsumit për shkak të këtyre çmimeve të rritura. Pra që nuk është e lidhur me mirëqenien dhe të funksionojë, që është rrit konsumi, rritet GDP-ja, sepse është rrit mirëqenia. Pra jemi në situatën e mbijetesës. Normalisht në një ekonomi e cila është në zhvillim, vetëm konsumi nuk duhet të ketë tendencë në rënje. Mund të jetë i pandryshuar, por nëse bie do të thotë që diçka nuk shkon, ose po largohet një numër i konsiderueshëm qytetarësh sa që japin efekt edhe në konsum. Absolutisht që po. Gjithashtu një problem tjetër që Shqipëria ka kohë që po e përballë dhe do të vijë akoma më i rënduar, është rritja e moshës mesatare të popullsisë, e cila automatikisht lidhet dhe me masën dhe nivelin e konsumit dhe shpërndarjen e zërave të elementeve të cilit kanë bëjmë me ata faktorë që ndikojnë prodhimin e përgjithshëm kombëtar, po dhe normën inflacion si pasojë. Një rritje e moshës mesatare absolutisht do të reflektohet edhe dhe do të përqasin një tjerë tregues të lidhur me konsumin, por edhe me produktet dhe me përshtatjen e bizneseve kështu me radhë. Pra është një faktor shumë i rëndësishëm, i cili duhet konsideruar dhe është në vijim të atyre çfarë ju thatë. Zoti Ribaj, edhe në takimin e fundit që guvernatori zhvilloi me përfaqësuesit e FMN-s, deklaroi se Banka e Shqipërisë është e angazhuar të monitorojë surinë e çmimeve dhe të jetë në linjë me objektivin kryesor të saj, stabilitetin e çmimeve.
Mendoni se koha kur Banka e Shqipërisë të filloj të rrisë normën bazë të interesit nuk do t'jetë e largët, edhe për faktin që pritet nesër në takimin e saj periodik Banka Qendrore Evropiane të rrisë normën bazë të interesit dhe do t'jetë para mes bankave më të mëdha globale që ndërmerr një veprim të tillë. Dhe zakonisht politikat e BQE e Bankës Shqipërisë mbase me pak muaj me vonesë ndjekin atë të Bankës Qendrore Evropiane. Po, sepse janë ekonomi të lidhura, janë ekonomi që cilat ndikojnë dhe afektojnë njëra tjetrën, dhe absolutisht që është një situatë që do të mbahet në konsiderat nga Banka e Shqipërisë, por përsëri mendoj që Banka Qendrore Evropiane nuk do të jetë shumë aktive apo e nxitur për të rritur fort normën bazë të interesit. Në një rritje të mundshme mund të jetë vetëm e 0.25%, e cila do të japi që më shumë është tregues që jemi në kaun rritës dhe e cila do të japi efektet e veta edhe në Shqipëri. Mos harrojmë që Shqipëria është ekonomi e urizuar, mos harrojmë që ne kemi një pjesë të madhe të kredive të dhëna në euro, shumë çmime të kuotuara në euro, sepse pritet që kjo rritje normës bazë nga Banka Qendrore Evropiane të japi dhe efekt në trajtimin dhe në rritjen e vlerës së euros. Gjë që në Shqipëri deri më sot, nuk e dim si do të vijoj, është balancuar nga të tjerë faktorë pikërisht ky efekt, dhe po megjithatë pritet ta shikojmë në muajt në vijim, dhe si pasojë do të rritet në farë mënyre edhe kosto e marrjes së borxhit edhe për shqiptarët, por edhe në ndikimin e demotivimit të investimeve nga vendet e Bashkimit Evropian në drejtim të Shqipërisë. Pra efektet do të ndihen, pavarësisht se vendimarrja është për Bankën Qendrore Evropiane, ndonjëherë efektet e saj janë ndihen më shumë në Shqipëri se sa efekti politikës monetare për lekun nga Banka e Shqipërisë. Dhe në këtë lloj ecurie dhe spirale, edhe Banka e Shqipërisë do ta ruaj patjetër, do ta ketë në vëmendje për të mbajtur këtë element në konsiderat me qëllim rishikimin e situatës dhe pozicionit të saj. Por, në deklaratën e majit të dhënë nga Banka e Shqipërisë, nuk shikohet e afërt të ndodhi kjo gjë. Dhe pasi treguesit, siç e thash edhe më herët, të normës së inflacionit kompensohen me normën e inflacionit bazë, duke bërë të mundur që të mbahet edhe ai element në konsiderat. Por gjithashtu Bankës së Shqipërisë vijon të interesojë të jetë në kaun nxitës të konsumit. Pra për të mos shtrenjtuar borxhin, gjithmonë flasim atë që është në lek, por njëkohësisht të cilat do të rrisë edhe barrën edhe për kredimarrësin më të madh, që është shteti shqiptar. Pra, duke pa mbajtur të gjithë këto element në konsiderat, atëherë mendoj që do të zgjasi momenti i rishikimit të normës bazë të interesit nga Banka e Shqipërisë. Por mos harrojmë për gjithë dëgjuesit që vendimarrja e Bankës Qendrore Evropiane, pa çka se mund të jetë me përqindje të ulët të rritja, po me shumë mundësi nga 2 në 2.25 do ta rrisë. Korrekt. Dhe edhe mund ta shtyjë, dhe kjo mund të ndodhi. Mund të ndodhi. Mendoj që personalisht mendoj që mund të ndodhi, por gjithsesi ose mund të jetë psikologjikisht një rritje shumë e ulët për të treguar që ne jemi në krahun rritës, kujdes, ne rrim masat, sepse zakonisht të vendimarrje për të shërbejnë, për të çuar sinjale. Korrekt. Për të rrequr vëmendjen te konsumatorët dhe juve përsëri gjithsej herë flasim në rastin të u them bravo për të gjithë iniciativat dhe edukimin financiar që bënin publik, që të jenë të vëmendshëm dhe të kujdesshëm sepse marrja e borxhit kushton më shumë. Dhe duhet mendosh, e për më tepër në normat variable të interesit që ne kemi në treg për kredit, duhet të jenë të kujdesshëm dhe të vëmendshëm që të mendojnë, jo vetëm kur e kanë në një normë interesi të ulët sot që kanë marrë kredin, por nesër sa mund të shkojë dhe janë në gjendje ta përballen dhe ta paguajnë një këst më të madh të borxhit mujor që duhet paguar. E pikërisht këto sinjale përcillen kur shikojmë që ka një entuziazëm dhe që duhet mbajtur në kontroll investimet dhe konsumi i nxitur, i tepruar edhe nga efekti i lehtë në kreditdhënie që po ndeshet gjithandej, mbase jo deri diku nga bankat, por nga institucionet financiare, jo banka dhe agjentët e tyre për shitjen e produkteve, sepse janë bërë shumë më aktiv
agjentët e tyre për të shitur për efekt të shëndetësisë së produktit, ata ngarkojnë me borxh konsumatorin. Zoti Ribaj, pra për ta qartësuar për teleshikuesit, pavarësisht se Banka e Shqipërisë nuk do të rrisë normën bazë të interesit edhe për disa muaj. Nëse ato pritshmëri materializohen për Bankën Qendrore Evropiane, pra nëse norma bazë e interesit rritet, ka efekte edhe në vendin tonë, sidomos për ata që mund të kenë kredi në euro dhe për shtetin shqiptar që mund të ketë uamarrje apo kredi në valutë. Uamarrje. Po, absolutisht që po. Përgjigja është e tillë dhe kjo jep efekt të menjëhershëm. Pra është dhënë re nga gjatë gjithë këtyre viteve, menjëherë që sapo Banka Qendrore Evropiane ka rrit normat e interesit, se kryesisht në ulje nuk jepet efekti menjëhershëm, automatikisht kjo e reflektuar edhe në normën e interesit të kredive të dhëna nga bankat apo institucionet financiare jo bankare në Shqipëri për kredimarrësit. Por, ky efekt patjetër është përcjell edhe në vlerën e borxhit, në normën e interesit të yieldit të paguar për kotimin dhe marrjen e tij nga shteti shqiptar. Pra, efektet do të ndihen, do të duken dhe ne jemi në këtë moment që kjo vendimarrje e Bankës Qendrore Evropiane në krahun rritjes të normës bazë interesit do të shtrenjtojë borxhin, jo vetëm atë që do të merret pas këtij momenti, do të mbajtur kjo në konsiderat, por edhe ato që janë marrë më herët. Pra gjithmonë do të mendohet që ky efekt nuk jep vetëm për çfarë borxhi do të jepet nga sot e në vijim, po edhe për kredi të marra më herët, të cilat do të fillojë shlyerja e kësave të radhës me një normë interesi të rritur. E qartë? Pavarësisht se ti mund ta kesh marrë kredin para 2 vjetësh, kur normat bazë interesit kanë qenë shumë të ulta dhe norma e interesit të kredimarrjes ka qenë e ulët, një rritje e normës bazë të interesit nga Banka Qendrore Evropiane do të japi menjëherë efektin për kredimarrësit në Shqipëri, të cilët kanë kredi në euro. Gjithashtu, do të ndikojë edhe në rishikimin e kursit të këmbimit mes euro-lekut, nëse do funksiononte çdo gjë ashtu siç duhet. Po. Dhe patjetër që pritet të ndikojë edhe në demotivim të investitorëve europian në drejtim të tregut shqiptar. Zoti Ribaj, edhe një pyetje në lidhje me diçka që e përmendet përgjatë fjalës tuaj. Në krizën energjetike, pas pushtimit të Ukrainës nga Rusia, euro bë si një zhvlerësim, ose leku më saktë, forcimi lekut u bë si një barierë për inflacionin e importuar. Edhe aktualisht ju e përmendet që sërish leku i mbiçmuar, po kryen të njëjtin funksion dhe cilësohet si një faktor i mirë nga ana e Bankës së Shqipërisë për sa i përket inflacionit të importuar, por ka komplikime të tjera në anën tjetër sepse kemi të bëjmë me një forcim jo si pasojë e rritjes ekonomike në vendin tonë, por si pasojë e prurjeve të mëdha të euros në ekonominë tonë. Për momentin jemi të gjithë të gëzuar dhe patjetër që i shërben ekonomisë së vendit kjo situatë. Por problemi qëndron tek efektet që mund të ndodhin në momentin kur ne të kemi ndërprerje të këtyre fluksave. Kjo do të ishte vërtet situatë shumë e vështirë për ekonominë e vendit, për shqiptarët gjithashtu, po dhe për institucionet financiare gjithashtu. E pikërisht prandaj shumë herët në intervistat të mëhershme kemi shprehur që kjo duhet të qenë absolutisht në kontroll, sepse është e lehtë që ti gëzohesh një forcimi dhe përmirësim të disa treguzëve, absolutisht flukset e larta të euros, të cilat sjellin një zhvlerësim të saj në raport me lekun, mund të konsiderohen efekte pozitive për vendasit të cilët kanë të ardhurat në lek, jo të mira për ata të cilat vinë nga remitancat e dërguara nga Bashkimi Evropian, por për vendasit që e bëjnë këtu absolutisht është shumë pozitive. Por mos harrojmë për aq kohë sa kjo nuk është e kontrolluar dhe e shëndetshme, domethënë e vërtet, si kur skëmbimi, problemet fillojnë më pas. Kur të ketë kufizime të këtyre flukseve, atëherë çfarë efektesh dhe çfarë pasojash do të ketë në shumë tregus. Po kryesore janë ato të stabilitetit financiar që janë problematike. E prandaj normalisht duhet kambanat, duhet jenë dhe institucionet duhet jenë alert
për këtë lloj situate, e cila mund të reflektohet me efekte zinxhir pasojë të tjera shumë problematike dhe shumë serioze. Zoti Ribaj, ju falenderoj për këtë lidhje drejt për drejt në studion e televizionit Skan. Ditë mbarë. Faleminderit dhe juve, mirupafshim. Do të vjojmë tani me tjera informacione, mbi 212 milion euro janë zhbllokuar për Shqipërinë falë progresit të reformave të kërkuara nga Bashkimi Evropian. Qeveria vlerëson se rezultatet e deri tanishme e rendisin vendin tonë në krye të rajonit dhe forcojnë rrugën drejt integrimit evropian. Shqipëria vijon të kryesojë vendet e Ballkanit Perëndimor në zbatimin e reformave të parashikuara nga instrumenti për reforma dhe rritje i Bashkimit Evropian. Në mbledhjen e dytë të Komitetit Monitorues të këtij instrumenti, përfaqësues të qeverisë shqiptare dhe të institucioneve evropiane bën bilancin e progresit të arritur deri tani, duke vlerësuar rezultatet në 5 fusha kyçe dhe fondet e zhbllokuara për mbështetjen e reformave dhe investimeve strategjike në vend. 33 hapa reformash janë përfunduar dhe verifikuar në 5 shtylla politike: zhvillimi i sektorit privat, kapitali njerëzor, digitalizimi, energjia e pastër dhe sundimi i ligjit. Mbi 212 milion euro janë zhbllokuar dhe po përdoren në mbështetje të drejtpërdrejt buxhetore dhe bashkëfinancimit të investimeve strategjike. Shqipëria kryeson rajonin e Ballkanit Perëndimor sa i përket ritmit të zbatimit të reformave. Kjo tregon se jemi në rrugën e dur drejt Brukselit. Rezultatet e deri tanishme tregojnë jo vetëm përmbushjen e objektivave të reformave, por edhe forcimin e mekanizmave institucional që garantojnë zbatimin dhe monitorimin e tyre. Autoritetet shqiptare theksuan se çdo financim i përfituar lidhet drejt për drejt me reforma konkrete të verifikuara nga Komisioni Evropian. Ne kishim dorëzuar paketën tonë të parë të plot raportuese prej 41 hapash reformash dhe po prisnim vlerësimin e Komisionit Evropian. Komisioni Evropian konfirmoi 21 nga këto 41 hapa, duke vendosur Shqipërinë në krye të Ballkanit Perëndimor për sa i përket zbatimit të reformave. Financimi kumulativ i zhbllokuar i Shqipërisë tani është mbi 212.8 milion euro, më i larti në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Megjithatë, këto shifra nuk janë qëllime në vetvete. Ato janë dëshmi e diçkaje më domethënëse se sistemet tona të qeverisjes janë funksionale. Arkitektura jonë e koordinimit po funksionon. Shqipëria renditet në vendin e 73 në botë për investimet e huaja direkte që realizoni jashtë vendit me $261 milion flukse dalse në vitin 2024. Në Ballkanin Perëndimor pozicionohemi të dytët pas Serbisë. Japonia dhe Kina vijojnë të dominojnë investimet e huaja direkte në nivel global. Vetëm këto 3 ekonomi investuan jashtë kufimeve të tyre mbi $630 miliard gjatë vitit 2024, ndërsa së bashku me Luksemburgun, Hong Kongun dhe Kanadan gjenerojnë më shumë se gjysmën e investimeve të huaja direkte në botë. Në këtë renditje globale të realizuar nga Visual Capitalist nisur nga të dhënat e World Investment Report 2025, Shqipëria pozicionohet në vendin e 73 me $261 milion investime dalse, duke qenë një nga ekonomitë me peshë modeste si eksportuese kapitali. Krahasuar me vendet e Ballkanit Perëndimor, Shqipëria renditet në mesin e tabelës. Serbia kryeson në rajonin me $656 milion investime jashtë vendit, pastaj vjen vendi ynë me $261 milion, ndërsa Maqedonia e Veriut renditet pasaj me $181 milion. Malizi regjistroi $68 milion, ndërsa Bosnia-Hercegovina $66 milion investime dalse. Këto shifra tregojnë se ndonse ekonomia shqiptare ka zgjeruar praninë e saj jashtë vendit vitet e fundit, ajo mbetet larg vendeve që eksportojnë kapital në shkallë të gjerë dhe pas Serbisë në rajon. Por sa nga investitorët më të mëdhenj të botës janë të pranishëm në vendin tonë. Interesant është fakti se edhe pse Shqipëria renditet vetëm në vendin e 73 në botë për investimet që kompanitë shqiptare realizojnë jashtë vendit, disa prej ekonomive më të mëdha investuese në botë kanë ndërtuar një prani të konsiderueshme në vend. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë për 3 muajin e fundit të vitit 2025 tregojnë se stoku i investimeve të huaja direkte ka arritur në afërsi 17 miliard euro, ku dominojnë investitorët evropian, por nuk mungojnë edhe disa nga burimet më të mëdha globale të kapitalit. Holanda kryeson me një stok investimesh prej 2.76 miliard euro, ndjekur nga Zvicra, Kanadaja dhe Italia. Më pas renditen Turqia, Austria, Bullgaria, Franca dhe Gjermania. SBA-ja, burimi më i madh i investimeve në botë, ka një stok prej rreth 435 milion eurosh në ekonominë shqiptare.
Kjo do të thotë se ndonse Shqipëria nuk është eksportuesi më i madh i kapitalit në arenën ndërkombëtare, ajo ka arritur të tërheqë investime afatgjata nga disa prej ekonomive më të fuqishme të botës. Megjithatë, struktura e stokut tregon se pesha kryesore mbetet e kapitali europian dhe rajonal, ndërsa investimet nga ekonomitë aziatike që dominojnë flukset globale si Japonia apo Kina vijojnë të jenë minimale. Tani do të lidhemi drejt për drejti me konferencën ndërkombëtare të kartës rinore, bëhet fjalë për një event i cili në fokus ka të rinj, specifikisht ata që janë ekselent. And our Albanian member Youth Act and all partners who have made this gathering possible. It is a pleasure to be here in a country that has demonstrated strong commitments to young people, innovation and European cooperation. Today is a special moment for our association. We meet not only to reflect on our work and discuss the future of the European Youth Card, but also to elect new president and board that will lead Heike into the next chapter of our journey. For me personally, this conference marks the conclusion of a 3 years mandate as president of Heike. It has been an extraordinary privilege to serve the association, its members, and above all the million young peoples across Europe. Over the past 3 years, we have worked to strengthen Heike as an organization and to reinforce its relevance in a rapidly changing Europe. One of our most significant achievements was the adoption of the Heike Strategic Plan 2530, which places 2 clear priorities at the center of our work: strengthening and empowering our members and support in empowering young people, access opportunities, participation dhe akses mundësi për gjithë. Kjo strategji sjell një panoramë të qartë për vitet në vijim. We also took important steps to strengthen our governance. Gjithashtu kemi marrë hapa të rëndësishëm për të forcuar qeveritë tona. Kemi adaptuar një kod komprensiv mbi standardet për transparencën, përfshirjen, llogaridhënien dhe të sigurojmë që të gjithë të përfshihen në shoqërinë tonë. Nuk është thjesht një ushtrim administrativ, por synon të promovojë më tej të drejtat në Ballkan. Integrating environment, social and governance considerations into the way we organize events, deliver programs and manage. Ne organizojmë evente, shfaqim problemet dhe njëkohësisht vjojmë punën për t'i zgjidhur ato. Gjithashtu këto principe po testohen në aktivitete të përditshme. Prioritetet gjatë këtij mandati kanë qenë për të përfshirë sa më shumë. Kemi punuar për të forcuar të rinjt, por njëkohësisht në mënyrë që zëri i tyre të dëgjohet. Diskutimet tona, planet e reagimit, jemi të vendosur dhe ato na kujtojnë që të rinjt nuk po ulen aty dhe shikojnë, por janë partner për të ndryshuar atë realitet. Ne duhet sigurohemi edhe për qëndrueshmërinë afatgjatë, duhet propozojmë një kuadër ligjor financiar për të mbështetur ata brenda këtij mandati dhe të bëjmë janë përgatitur njëkohësisht rekomandime konkrete për të ecur më përpara. Kjo është përgjegjësia jonë që të lëmë një shoqëri më të fuqishme. Rjeti ynë vijon të rritet. Brenda 3 viteve kemi pritur antar të rinj nga shumë vende, kemi përfshirë njëkohësisht edhe shoqata të ndryshme që kanë fokus të rinj dhe qëllimi është kemi një komunitet aktiv që ndan një mision përbashkët. Demonstrimi i rritjes së këtij misioni është
një mbështetje e mtejshme në bedhe për te. Të mbështesim të rinjt drejt mobilitetit, kulturës, mundësive, pjesëmarrjes. Ky është madhësi vërtet i suksesit tonë. Gjithsesi arritjet nuk duhet të jetë një destinacion. Sfidat me cilat përballen të rinë sot janë domethënëse strehimi, përfshirja demokratike, qëndrueshmëria, janë sfida relevante si asnjëherë më parë. Ne përpiqemi të ndërtojmë institucione që të ofrojnë mundësi për të rinjt dhe për ta mbyllur mandatin tim do të bëjmë shumë punë me vetbesim. Vetbesim tek të rinjt, tek panelet e të rinjve, tek vendet, tek talentet, të cilët do të jenë pjesë edhe zgjedhjeve. Por të gjithë që po ecin në këtë udhtim, të panelet e të rinjve, organizatat e shoqërisë civile, partnerë, miq, faleminderit për dedikimin tuaj dhe miqësinë tuaj. Ju premtoj një rritje produktive dhe kënaquni sa më shumë që të mundeni. Thank you, Miguel. Thank you very much. And thank you for your words and thank you for this 3 years of presidency. Faleminderit Miguel, faleminderit për fjalët tuaja dhe për presidencën 3 vjeçare. Le të ecim përpara. I know the people over there, they're going to hate me, but I'm going to change some things here. Marilda, get ready because of the slides that we have prepared. So the next people who are going to come to the stage are going to be, as Miguel was mentioning, some representatives of the youth panel, but before they come, I just want to say something, otherwise we'll have to listen to Julien later on after my speech. I have to remind everyone, as I did yesterday, that this year is the first year that we implement the Code of Conduct. So, you have a lot of information about the Code of Conduct across the room. Këtë vit është viti i parë që ne aplikojmë na shkruar kodi i udhëheqjes që është përndar për gjithë. Nëse mendoni se diçka duhet përmendet, kemi disa njerëz në dhomë. I know that Pablo is over there on the corner. Juliana is about to say something. Maybe Juliana, you can say hello to people here. Yes. Marilda is there trying to see what is the next move with the slides. And Julian, I can see, is over here, no? Okay, good. And I'm missing Corina, which is in the same table, supporting Marilda. Good. Okay, so people from the youth panel, representatives of the youth panel, Oriana, Malik, please come to the stage. I was at breakfast this morning with Malik, and they were like practicing the speech. So the floor is yours, guys. Prandaj zemrës kjo gjuhë është dhënë, që t'i thot asaj të fshetën e pa thënë. Naim Frashëri. Today our voices will be heard. They may not always be understood, but they will be felt. Some things are not meant to be carried and understood only by logic. They are meant to be carried by the voice. Your Voice Hour 2030. Do të shohim tani edhe curinë e tregjeve për gjatë ditës së sotme, ku në tregun e brendshëm valutor vjetre përgjithsisht një qetësi, megjithatë eurovion qëndroi pranë niveleve më të ulta historike, pikërisht për shkak të fluksit lartë monedhës europiane në ekonominë tonë dhe më shumë po i afrohet nivelit mesatar të 95 lekëve, me shumë mundësi përgjatë muajve ku sezoni veror arrin kulmin në korrik dhe në gusht dhe fluksi i euros është shumë i lartë, mund të shohim nivele edhe më të ulta se niveli i 95 lekëve. Në tregun e brendshëm, sipas dhënave të publikuara nga Banka e Shqipërisë, dollari amerikan pasi u rit me rreth 0.9% në sesionin e kaluar, sot është në rënje me 0.37%.
këmbehet mesatarisht me 82.35 lek, ndërkohë euro ka rënë me 0.01%, mesatarisht këmbehet me 95.18 lek, niveli më i ulët historik, ndërkohë paundi britanik ka humbur 0.08% të vlerës, mesatarisht paundi këmbehet me 110.23 lek, ndërsa franga zvicerane është në rënje me 0.23%, këmbehet me 51.42 lek, mesatarisht dolari australian ka humbur 0.24% të vlerës, mesatarisht këmbehet me 58.06 lek. Në ecurinë e dollarit kanadez, kjo monedhë është në rënje me 0.21%, këmbehet me 59.1 lek. Në ecurinë e koronës suedeze, kjo monedhë ka humbur 0.01% të vlerës, këmbehet me 8.74 lek dhe krona norvegjeze është në rënje me 0.04%, mesatarisht këmbehet me 8.7 lek. Kjo ishte ecuria e tregut brendshëm valutor, ndërkohë në tregje ndërkombëtare, investitorët po tregojnë të kujdesshëm dhe të fokusuar tek situata në lindjen e mesme. Presidenti Amerikan Donald Trump ditën e djeshme njoftoi se një marrëveshje afatgjatë me Iranin mund të arrihet brenda 2 apo 3 ditëve, por në terren tensioni ka qenë i lartë. Irani ka rëzuar një helikopter Apache të ushtrisë amerikane dhe për fat mirë të dy pilotët kanë shpëtuar, por në anën tjetër Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ndërmarrë disa sulme në shenjakmarrje ndaj rrëzimit të helikopterit mbi ngushticën e Hormuzit. Për këtë arsye tensioni vjen të jetë i lartë, por megjithatë palët janë shprehur besim plot se mund të arrihet një marrëveshje. Euro fillimisht ka fituar 0.12% të vlerës në sesionin e sotëm, pasi ditën e djeshme preku nivelin më të ulët në thuajse 2 muaj, mesatarisht një euro këmbehet me 1.1557 dollar, ndërkohë paundi është në rritje me 0.1%, këmbehet mesatarisht me 1.3389 dollar në ecurinë e dollarit përballë frangës, vjetre një rënje me 0.04%, mesatarisht dollari këmbehet me 0.7977 franga, dollari australian ka humbur 0.1%, vlerës këmbehet me 0.7021 dollar amerikan. Dollari kanadez është në rritje të lehtë me 0.07%, këmbehet me 0.7174 dollar amerikan dhe në raport me jenin, dollari është në rënje me 0.01%, këmbehet mesatarisht me 160.35 yen. Ndërkohë investitorët përveç konfliktit në lindjen e mesme janë fokusuar edhe tek disa dhëna ekonomike që pritet publikohen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat do t'japin një panoramë më të qartë në lidhje me vendimarrjen e rezervës federale në SBA. Analistët mendojnë se ka 70% shanse që Banka Qendrore Amerikane të rrisë normën bazë të interesit në takimin e muajit dhjetor të këtij viti. Në këtë mënyrë ka ndryshuar komplet pritshmëritë, ndërkohë investitorët po presin disa dhëna ekonomike dhe mund të kenë një panoramë më të qartë, sikurse është inflacioni, indeksi i çmimeve konsumatore për majin, por njëkohësisht edhe indeksi i çmimeve të prodhimit. Ndërkohë për sa i përket ecurisë së tregut të kriptomonedhave, gjithashtu vjetre një tendencë në rënje në sesionin e sotëm, ku Bitcoin po i afrohet më shumë nivelit të 60.000 dollarëve pas një tentative për të rimëkëmbur në sesionin e kaluar, soti është rikthyer humbjeve dhe aktualisht ka rënë me 0.76%. Bitcoin këmbehet me 61.627.77 dollar, Ethereum ka rënë me 1.39%, këmbehet në mesatarisht me 1.636.72 dollar, edhe Ripple është në rënje me 2.24% të vlerës, këmbehet me 1.1170 dollar, Litecoin është në rënje me 2%, kuotohet në 22.55 dollar dhe Bitcoin Cash ka humbur 2.42% të vlerës dhe kuotohet në 200.75 dollar për çdo njësi Bitcoin Cash të tregtuar. Ndërkohë në tregun e naftës, benchmarkët kryesor po ndryshojnë minimalisht, janë në rënje të lehtë, por megjithatë kujdesi është i lartë, pikërisht për shkak se Shtetet e Bashkuara ndërmorën disa sulme ditën e sotme kundër Iranit, duke rritur në këtë mënyrë shqetësimet për vështirësimin e mëtejshëm të pritshmërive, por njëkohësisht edhe të objektivit për të arritur një marrëveshje. Në këtë mënyrë, pas sulmeve të ndërmarra nga Shtetet e Bashkuara, analistët mendojnë se është bërë i pamundur edhe qarkullimi i anijeve në gjirin e Hormuzit. Ushtria amerikane deklaroi se kishte ndërmarrë disa sulme kundër ushtrisë së Iranit
në afërsi të gjirit të Hormuzit si një reagim ndaj rrëzimit një helikopteri Apache të ushtrisë amerikane i cili u qëllua nga ushtria iraniane. Aktualisht brendi Londrës ka rënë me 0.09%, kuotohet në $91.37 për fuqi. Nafta bruto amerikane ka humbur 0.11% të vlerës, tregtohet në $88.1 për fuqi dhe nafta e përpunuar në bursën e Londrës është në rënje me 0.55% dhe kuotohet në $1.017.25 për ton, duke ju afruar në këtë mënyrë shumë nivelit të $1.000 për ton. Investitorët presin me interes të shohin nëse deri në fund të kësaj jave nafta e përpunuar do të zbresë poshtë nivelit të $1.000 që cilësohet edhe si një nivel teknik. Ndërkohë në ecurinë e tregut metaleve të çmuara, vjetre një tendencë në rënje edhe në sesionin e sotëm për mbi 1%. Në këtë mënyrë ari ka prekur nivelin më të ulët në 11 javët e fundit për shkak të forcimit të dollarit amerikan, por njëkohësisht edhe rikthimit tensioneve mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Investitorët në tregun e metaleve të çmuara janë fokusuar te disa dhëna që do të publikohen më vonë gjatë javës, si inflacioni, indeksi i çmimeve të prodhimit dhe indeksi i çmimeve konsumatore për muajin maj, të cilat mund të japin një panoramë më të qartë mbi vendimarrjen e Bankës Qendrore Amerikane. Aktualisht ari tregtohet në $4.229.5 për oncë në rënje me 1.33%. Argjendi ka rënë me 0.57% të vlerës, tregtohet në $64.87 dhe platini është në rënje me 1.71%, kuotohet në $1.682.4 për oncë, ndërsa në tregun Europian të aksioneve, bursat po qëndrojnë në rritje të lehtë pavarësisht tensioneve në lindjen e mesme. Megjithatë, kujdesi është i lartë, investitorët nuk dëshirojnë ndërmarrjen rrezik për të parë nëse realisht do ndodh ashtu sikurse deklaroi presidenti amerikan Donald Trump. Ai tha ditën e dieshme se një marrëveshje afatgjatë me Iranin mund të arrihet brenda 2 apo 3 ditëve dhe njëkohësisht i bëri thirrje Izraelit mos vijojë sulmet në territorin e Libanit, pavarësisht arritjes së janë pushimi midis palëve. FTSE 100 i Londrës dhe DAX i Gjermanisë janë rritur me 0.05 dhe 0.17%, CAC 40 i Parisit dhe indeksi i Zyriut CMI kanë fituar 0.12 dhe 0.22%. FTSE MIB i Milanos është në rritje me 0.59% të vlerës. Ndërkohë në ecurinë e tre indekseve kryesore në Wall Street për sesionin e kaluar, Dow Jones është rritur lehtë me 0.17%, ndërkohë vijon rënjen indeksi Standard & Poor's 500 ku janë të listuara kompanitë të teknologjisë. Në këtë mënyrë vijon shitja masive aksioneve në sektorin e teknologjisë, por që ka të bëj edhe me inteligjencën artificiale përjedhoj. Analistët po fillojnë të përllogarisin nëse po fillon një korektim në këtë treg. Dhe Nasdaq ka humbur 0.26% të vlerës. Në ecurinë e korporatave të listuara në bursën e Frankfurtit në Gjermani, Kiagen ka fituar 3.01%, Infineon, Adidas, Beiersdorf dhe Sunrise janë rritur nga 1.4 deri në 2.54% të vlerës. Dhe së fundmi në kompanitë që realizojnë humbje në bursën e Frankfurtit, SAP ka humbur 1.85%. Heidelberg Materials, Rheinmetall, Daimler Truck dhe MTU janë në rënje nga 0.33 deri në 0.74%. Kjo ishte ecuria e tregjeve deri në këto momente. Do të rikthehemi sërish në zhvillimet kryesore nga vendi dhe do të flasim për arsimin profesional, i cili po zë një peshë gjithnjë e më të madhe në sistemin arsimor, ndërsa institucionet synojnë ta kthejnë në një nga burimet kryesore të formimit të forcës së punës në vend. Kryeministri Edi Rama theksoi se investitorët kërkojnë profesionistë të cilët paguhen njësoj me vendet tjera turistike të rajonit. Kryeministri Edi Rama deklaroi se arsimi profesional në vend ka pësuar një transformim të rëndësishëm gjatë viteve të fundit. Në konferencën e tretë kombëtare të arsimit dhe formimit profesional, Rama tha se objektivi i qeverisë është që në të ardhmen një në tre nxënës të ndjekë këto rrugë. Kushte minimale infrastrukture, nuk ishte laborator, nuk ishte asnjë lidhje mes arsimit profesional dhe tregut. Sot situata është krejt ndryshe. Synimi ynë është që të kemi një në tre nxënës në arsimin profesional. Fatmirësisht sot mund të flasim edhe për një kapërcim të
një muj të lartë para gjykimesh që ishin lidhura me arsimin profesional. Pikërisht sepse dikur arsimi profesional ishte si një rifugjo për nxënësit që kishin rezultate të cilat nuk u jepnin asnjë shans që të shkonin në universitet. 63% e atyre që mbarojnë arsimin profesional punësohen. Mëtej kryeministri tha se investimet e mëdha të huaja nuk kanë si qëllim të marrin punonjës të huaj me kosto të ulta. Ideja që investitorët e huaj vinë në Shqipëri për të ndërtuar rezorte të cilat janë për shumë të pasurit dhe për punonjës nga Pakistani, nga Bangladeshi apo nga Filipinet, sepse duan t'i paguajnë shumë pak, është një ide që nuk ka asnjë lidhje me realitet. Nëse ndikush më gjen një vend në Bregdetin shqiptar, flas gjithmonë për investimet që janë bërë, nuk flas për situata që mund të jenë në gjysmë informale, flas për hoteleri, ku paguhet më pak se në Greqi. Nuk ka një vend në Bregdetin shqiptar ku paga të jetë më ulët se në Kroaci. Ndërkaq, Ministre e Ekonomisë dhe Inovacionit, Delina Ibrahimaj, tha se vendi ka nevojë për forcë punëtore të qëndrueshme. Në gjithë takimet që neve kryejmë investitorë të ndryshëm, nuk pyetet më vetëm për sistemin fiskal, për taksat apo për tokën. Sot pyetet nëse ka të rinj të kualifikuar me qëllim që bizneset të zhvillohen, bizneset të ndërtohen, por edhe të lullëzojnë. Aktualisht, mbi 17.000 të rinj ndjekin arsimin profesional në 31 shkolla publike në të gjithë vendin. Hekuruda shqiptare ka shtyra fatin për dorëzimin e ofertave në tenderin ndërkombëtar me vlerë rreth 90 milion euro për rihabilitimin e linjës hekurudhore Durrës-Rogozhin. Afati është zhvendosur nga data 10 qershor në datën 22 korrik të këtij viti, duke u dhënë operatorëve ekonomik edhe rreth 6 javë të tjera. Hekuruda shqiptare ka shtyra fatin për dorëzimin e ofertave në tenderin ndërkombëtar me vlerë 90 milion euro për rehabilitimin e linjës hekurudhore Durrës-Rogozhin. Sipas njoftimit të ndryshuar të publikuar në platformën evropiane TED, afati për paraqitjen e ofertave është vendosur nga data 10 qershor në 22 korrik 2026, duke u dhënë operatorëve ekonomik rreth 6 javë shtesë për përgatitjen e dokumentacionit. Përtej shtyrjes së afatit, dokumenti i ri sjell dhe disa kërkesa shtesë për kompanitë pjesëmarrëse. Kontraktori që do shpallet fitues do duhet të respektojë detyrimet e Bankës Evropiane të Investimeve për integritetin, mbrojtjen e mjedisit dhe aspekte sociale, si dhe të hartojë plane të posaçme për menaxhimin e çështjeve mjedisore, shëndetësore dhe të sigurisë gjatë zbatimit të punimeve. Po ashtu në ndryshim nga njoftimi i parë, ofruesve u kërkohet të paraqesin dhe informacion mbi stafin dhe kualifikimet profesionale të personelit që do angazhohet në projekt. Projekti parashikon projektimin dhe ndërtimin e rreth 34 kilometra linjë hekurudhore, kryesisht mbi gjurmën ekzistuese. Punimet përfshin rikonstruksionin dhe ndërtimin e urave, nënkalimeve dhe mbikalimeve për këmbësor, rehabilitimin e një tuneli rreth 380 metra të gjatë, modernizimin e kalimeve në nivel, si dhe instalimin e sistemeve moderne të sinjalistikës hekurudhore. Në paketën e investimit përfshihet gjithashtu rikonstruksioni 5 stacioneve hekurudhore, ndërtimi ose rehabilitimi i rrugëve paralele të aksesit dhe masa për përshtatje ndaj ndryshimeve klimatike. Linja do projektohet në mënyrë që të elektrifikohet në një fazë të mëvonshme. Vlera e parashikuar e kontratës mbetet 90 milion euro pa TVSH, ndërsa kozgjatja e zbatimit është 48 muaj. Drejtoria e tensionit të lartë pranë OSHE-s ka hapur garën për rikonstruksionin në stacionit elektrik të Shkodrës me një fond limit në vlerën e rreth 479 milion lekëve. Investimi do të mundsojë në këtë mënyrë zgjerimin e kapaciteteve shpërndarëse të rrjetit dhe të reduktojë kohën e ndërprerjeve në raste të avarive ndryshme. Drejtoria e tensionit të lartë, operatori i sistemit të shpërndarjes ka shpallur hapjen e garës për rikonstruksionin e nën stacionit 110-20 6 kV Shkodra. Fondi limiti për llogaritur arrin në 479 milionë 637 mijë lekë.
Sipas dokumentit në Agjencinë e Prokurimit Publik, në stacioni Shkodra 1 është ndërtuar në vitin 1969 dhe fillimisht ka funksionuar në nivel tensioni 110-35-6 kV. Pas viteve 90, ai është përshtatur në nivelin 110-20-6 kV, por sot ai konsiderohet i tejkaluar përballë kërkesave në rritje të konsumatorëve. Aktualisht në stacioni furnizon rrjetin përmes 9 fiderëve 6 kV dhe 10 fiderëve 20 kV, duke mbuluar një territor të gjerë. Projekti parashikon instalimin e një transformatori të ri fuqie 110-20-6 kV me kapacitet 40-50 MVA, i cili do të shoqërohet me ndërtimin e një trakti të ri 110 kV dhe një impjanti modern të tensionit të mesëm 26 kV. Gjithashtu, do të ndërtohet një godinë re kontrolli, ku do të vendosen panelet e komandimit, kontrolli dhe matjes dhe të gjitha pajisjet e nevojshme për operimin e sigurt të nën stacionit. Referuar dokumentit, godina e re do të krijojë hapësirat e nevojshme për instalimin e teknologjive bashkëkohore dhe do të garantojë një kontroll më efikas të rrjetit. Ndërkohë, godina ekzistuese do të rikonstruktohet pas kalimit të plotë të operacioneve në ambientet e reja, si dhe do të shërbejë për ambiente për punonjësit e mirëmbajtjes dhe si për magazinim. Një nga përfitimet kryesore të projektit lidhet me rritjen e sigurisë së furnizimit me energji elektrike për abonentët familjar dhe bizneset. Investimi do të mundësojë zgjerimin e kapaciteteve shpërndarëse të rrjetit dhe do të reduktojë kohën e ndërprerjeve në rast avarish. Transformatori i ri do të shërbejë gjithashtu si rezervë për pajisjet ekzistuese, duke garantuar vazhdimsinë e furnizimit edhe në rast defektesh teknike. Në dokument theksohet se projekti do të ketë ndikim pozitiv edhe në zhvillimin ekonomik të rajonit. Përmirësimi i furnizimit me energji konsiderohet një faktor i rëndësishëm për mbështetjen e sektorit të turizmit, i cili po merr gjithnjë më shumë peshë në ekonominë e zonës së Shkodrës. Po ashtu investimi do të krijojë mundësi më të mëdha për lidhje dhe transmetimin e energjisë së prodhuar nga impjantet fotovoltaike, duke mbështetur zhvillimin e burimeve të rinovueshme të energjisë. Në anën tjetër, shërbimet online të Oshe Group po përdoren gjithnjë më shumë nga qytetarët, ndërsa numri i abonentëve të regjistruar në platforma digjitale të kompanisë ka kaluar 52.000. Oshe e bën me dije se deri tani përmes platformave online janë realizuar rreth 14.000 pagesa të energjisë elektrike dhe rreth 9.000 kërkesa nga abonentët. Shërbimet online të Oshe Group po përdoren gjithnjë më shumë nga qytetarët, ndërsa numri i abonentëve të regjistruar në platformat digjitale të kompanisë ka kaluar 52.000. Sipas të dhënave të bëra publike nga operatori, klientët po zgjedhin në rritje aplikacionin Oshe Mobile dhe faqen zyrtare të internetit për të kryer pagesa, për të paraqitur kërkesa apo për të përfituar shërbime të tjera pa që nevoja të paraqiten fizikisht në sportele. Oshe e bën me dije se deri më tani, përmes platformave online janë realizuar afro 14.000 pagesa të energjisë elektrike dhe rreth 9.000 kërkesa nga abonentët. Nëpërmjet këtyre kanaleve, qytetarët mund të aplikojnë për kërkesa dhe ankesa, përditësim të dhënave, vërtetim debije apo lidhje të re të energjisë elektrike. Sipas kompanisë, përdorimi i shërbimeve online ndihmon në reduktimin e kohës së pritjes dhe shmang vizitat në sportelet e kujdesit ndaj klientit, duke u ofruar abonentëve akses më të shpejtë dhe më të lehtë në shërbimet e nevojshme. Digitalizimi i shërbimeve është një prej prioriteteve të Oshe Group gjatë viteve të fundit. Në kuadër të këtij procesi, prej muajit tetor të vitit 2025, qytetarët kanë mundësi të kryejnë pagesat e faturave të energjisë elektrike edhe me kartë bankare në pikat e shërbimit të kompanisë, pa kosto shtesë për abonentët. Ndërkaq që Oshe Group ka ftuar qytetarët të përdorin platforma digjitale, duke i konsideruar ato si një alternativë më efikase për menaxhimin e shërbimeve dhe komunikimin me kompaninë. Do të diskutojmë tani për Gjirokastrën, një prej destinacioneve më të preferuara kulturore në vendin tonë, dhe në një linjë drejt për drejt kemi pikërisht kryetarin e Bashkisë Gjirokastrës, zotin Flamur Golemi. Zoti Golemi, përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, përshëndetje. Për ta nisur bisedën, si ka qenë ecuria deri më tani për sa i përket vizitorëve në qytetin e Gjirokastrës dhe gradualisht po ja del qyteti, por jo vetëm edhe zonat përreth, për të pasur një turizëm gjithvjetor? Në fakt tashmë turizmi është motori i zhvillimit ekonomik të Bashkisë Gjirokastër dhe në fakt është edhe ajo që është prioritet
jo thjesht për bashkinë, por edhe për gjithë qytetarët që jetojnë në këtë bashki. Nëse flasim për shifrat për këtë vit, marrim referencë 2025-ën. Në 2025-ën kemi patur në shifrat të parafërta midis 500 dhe 600.000 turistë. Në pjesën ndërmuese kanë qenë turistë të huaj, vendin e parë e mbajnë italianët, pastaj spanjollët edhe Shqipëria, pastaj me gjithë po themi vendet e tjera të Bashkimit Evropian, duke kaluar edhe në Shtetet e Bashkuara, apo Kanada, Australi dhe më tjerë. Nëse flasim për shifrat e këtij viti, fillimisht i kemi patur premtuese dhe nuk po flas thjesht për 3 muaj apo 4 muaj. E ka filluar Gjirokastra edhe si një destinacion, si një magnet për të thithur turistët, jo thjesht të vinë për bashkinë e Gjirokastrës, por po flasim për qarkun e Gjirokastrës, duke përfshirë edhe bashkitë të tjera, por pse jo edhe për se është kjo dilema, turistët e Sarandës vinë këtu në Gjirokastër apo Gjirokastra është përfituese thjesht prej Sarandës. Jo, nuk është kjo për mua, edhe sipas ekspertëve, sepse ata që vinë Gjirokastër vinë me destinacion për Gjirokastër. Dhe është Gjirokastra në UNESCO, jo Saranda. Dhe vinë thjesht për Gjirokastrën, dhe se kjo është sfida, ditëqëndrimi. Nëse më parë kanë qëndruar 1 ditë, pra me orë, pastaj me ditë, tani ka shkuar mesatarisht 2 deri në 3 ditë, dhe është rrirë jo thjesht në Bashkinë Gjirokastër, jo thjesht në zonën muzeale, në pjesën ku vërtet është ajo pasuri e UNESCO-s dhe pasuri mbar botërore. Pra, ka filluar gjatë gjithë vitit me shifra progresivisht në rritje, sepse ka një pik, po kemi patur edhe në janar edhe në shkurt, dhe thash shifrat janë premtuese. Përgjithsisht në këtë periudhë kemi patur më shumë grupe, pra grupe që vinë me destinacion për qëndruar 1 ditë, 2 ditë apo 3 ditë në Gjirokastër, por Gjirokastër ka dhe pjesën tjetër të atyre turistëve që nisen, sidomos përgjithsisht më shumë të rinj, që janë rastësor apo kanë destinacion apo hyrje jo thjesht Tiranën, por mund vinë prej Korfuzit, prej Greqisë apo prej vendeve tjera direkt për Italisë, pra e shohin si mundësi po shkojë të kalojë dhe 1 ditë apo 2 ditë në Shqipëri dhe patjetër që kanë destinacion Gjirokastër. Ky numër këtë periudhë nuk ka qenë në shifrat që ne presim, por thash presim në vazhdimsi që numri të rritet. Ndërkohë që nëse flasim për ata, ne kemi sitet, pra Kalaja është e para, është vendi ku kemi numri më të madh të turistëve që shkojnë dhe vizitojnë, dhe numrat aty janë në rritje. Por përtej thjesht siteve që është Kalaja, është Muzeu Etnografik, është Pia Kadare, është gjithë pjesa e qytetit antik i Antigones, patjetër ne matim edhe indikator kemi edhe hotelerin, pra sa është ditëqëndrimi, si është frekuentimi, duke çekuar, kemi patur dhe kemi hapësira akoma dhe thash shpresoj që muajt në vazhdim do të kemi edhe një rritje më të madhe të turistëve dhe ne gjithmonë kemi prirje të rritjet të turistëve të huaj. Një lajm i mirë që e vëre, para disa vitesh numri turistëve grek ka qenë mund t'i numëroje me gishtat e dorës. Ndërkohë, janë ditor apo ditor përgjithsisht, po qofte edhe mund të vinë të kalojnë ditën në Gjirokastër dhe pastaj kthehen prapë në vendet pra në qytetet fqinj prej nga vinë, kemi patur rritje të konsiderueshme të numrit të turistëve grek. Më parë nuk kemi patur këtë numër dhe unë besoj që është një mundësi, është një grup, një target grup të turistësh, ne do të fokusohemi sidomos në periudhën që nuk kemi pikun, pra në periudhën e dimrit apo në periudhën e fillim pranverë dhe fund vjeshte. Edhe operatorët turistik, zot Golemi, kanë konfirmuar një gjë të tillë. Pra, një treg si Greqia i pa eksploruar, qytetarët grek jo shpesh e kanë preferuar Shqipërinë, por për abi këtë vit po preferojnë, madje që sezonin e kaluar e kanë preferuar Bregdetin, Gjirokastrën, jo vetëm sitet kulturore, por gjithashtu edhe një turizëm veror të mirëfillt. Kështu që është një shenjë mirë sepse është një treg jashtëzakonisht potencial. Patjetër dhe sidomos tash në periudhën ku nuk kemi pikun, pra ndihet që periudhi pikut të turistëve sidomos italian, se kur e kanë pikun, spanjollët
i kemi patur konkurent me italianët, vërej një ulje të lehtë të numrit, sepse thash shumë bashkia po mund të flasin për shifrat, por duke qenë se ne kemi vendin ku i çekojmë edhe marrim edhe informacion më të saktë edhe për numrin, duke bërë një mesatare tyre, por edhe origjinën nga e kanë këta lloj turistësh që na vinë në Bashkinë e Gjirokastrës. Zoti Golemi, njëkohësisht për muajt më të vakët, cilët mund të jenë, të cilët kërkojnë vëmendje dhe plotësohet në një farë mënyre edhe ai bashllëk që mund të ekzistojë. Mund të jenë aktivitete kulturore shumë tjera. Dimri përgjithsisht është një muaj i vakët edhe e tharë si lajm të pjesën e turistëve grek, sepse duhet të fokusohemi. Patjetër që nuk do të harroj këtu pjesën e gjithë qytetarëve, pra bashkëqytetarëve apo atyre të vendit, qoftë edhe prej Kosove, që frekuentojnë po deri në fundjavë, pra duhet të mendojmë edhe me pjesën e operatorëve që funksionojnë në fushën e biznesit dhe në fushën e turizmit. Tash është motori i zhvillimit ekonomik të tyre, pra të bizneseve të tyre, por është edhe të bashkisë edhe të gjithë pjesës makro të ekonomisë në Bashkinë Gjirokastër. Pra duhet mendojmë edhe për aktivitete, për atraksione. Është kjo dilema edhe në fakt edhe e kam parë në disa media që u larguan Gjirokastër turistët nga Gjirokastra për shkak të zhurmës së madhe. Edhe bëhet lajm kombëtar pastaj edhe çfarë po ndodh këtu. Ka pika, ka hotspote, pjesën e zhurmës ne kemi monitoruar dhe kemi qenë vigjilent të pjesë, po patjetër pastaj se është bërë hotel diku që me vite edhe nuk janë marrë masat e duhura, po kur ka kaluar nga një biznesi në hotel, nuk janë marrë masat e duhura edhe pjesën e akustikës, edhe ankohen, patjetër do gjejmë mes me të përbashkët, por nuk mund të themi që aktivitetet edhe jeta kanë larguar të artistike apo zhvillimet kulturore kanë larguar turistët. Përkundrazi, është një grup turistësh të cilët e kërkojnë edhe kërkojnë patjetër edhe aktivitetet, kërkojnë atraksionet që ne t'u ofrojmë. Çfarë do bësh Gjirokastër? Okej, pe Gjirokastër, ne pe sistemin muzeal, e pe Kalan, e pe muzeun. Ku do shkosh pastaj? Ku do shkosh në darkë? Do shijosh kulinarin, por ka nevojë për të patur edhe pak jetë sigurisht artistike, kulturore, jetë qefi, po them, që ta bësh sidomos turistët e vendit. Pra sidomos turistët e vendit e duan dhe me sa duket Bashkia e Gjirokastrës po e bën këtë pjesë, zoti Golemi. Po qoftë edhe për pjesën e atyre që folën, pra për pjesën e turistëve grek, të cilët e kanë qefin pak në atyre e duan jetën, e duan edhe këtë mënyrë argëtimi. Zoti Golemi, sitet kulturore dhe historike ka potencial të mëtejshëm përveç Kalas që e përmendët, muzeut, është për shembull mund të jetë Antigonea, por njëkohësisht edhe Adrianapoli që mund të jenë potenciale të mëdha për të thithur turist, sepse gjithmonë e kemi thënë që turizmi kulturor i aventurës historik janë plotësues të turizmit tradicional, atij klasik. Gjirokastra është bekuar nga Zoti për pjesën e pasurive që ka, jo thjesht në qytetin dhe në Bashkinë e Gjirokastrës. Këtu po flasim për diku ke 50 shtëpi monument kategorie e parë, afër 450 monument kategorie e dytë, gjithë lugina e Drinos, janë 36 fshatra. Se folëm për qytetin antik të Antigones, po flasim për Kalan e Kardicit, Kalan e Palokastrës, gjithë pjesën e sistemi i rrjetit të manastireve, të kishave. Ne kemi filluar edhe në një projekt që kemi për transportin publik, sepse transporti brendshëm është edhe ai kombëtar, po flas për pjesën se po merrem më shumë me pjesën e Bashkisë Gjirokastër, për 3 autobusët e parë elektrik, të cilët do të jenë në shërbim të turizmit dhe të atraksioneve dhe të njohjes së territorit. Pra,
do niset nga sheshi Çerçizit, do shkojë në qytetin antik të Antigones. Do shkoj aty, do njohë diçka tjetër, po do shohë edhe bukuritë pastaj edhe mundësitë që kanë edhe për fshatra. Do shkojnë kemi mundësi për të zhvilluar edhe zonat rurale dhe njësitë administrative, që këtu fshatrat respektiv që janë rreth i city. Këtë gjë do të bëjmë edhe në aksin tjetër, pra për të kapur Cepon apo Picarin, pra deri në Subash për të parë lukimin e Drinos, pra si një aset edhe si pasuri tashmë së bashku edhe si degë e Vjosës. Pra, do mundohemi në pjesën e njësive administrative dhe në zonat rurale. Patjetër që ka nevojë për më shumë punë, më shumë mbështetje, sidomos në pjesën e agroturizme. Po flasim për Gjirokastër dhe gjithmonë po flasim për histori, trashëgimi, kulturë, por ai që vjen ka nevojë edhe për kulinari dhe ka nevojë për produkte autentike, siç janë djati, i cili djati i Gjirokastërës është më i emër. Patjetër pastaj për bimët medicinale, për mjaltin, kemi menduar edhe këtu bashkia së bashku dhe me donatorët do të jap pjesën e vet për të krijuar pra shtëpinë e mjaltit, shtëpinë e djatit, shtëpinë e rakis në zona të caktuara të fshatrave. Këto të kenë mundësi një grup fermerësh që të bëjnë biznes, po për ne do të jetë një zonë atraktive për pjesën e turizmit, pra që të shtrim ofertën, të diversifikojmë ofertën, dhe ta bëjmë turistin të mendojë të qëndrojë një ditë më shumë në Gjirokastër. Nëse qëndron një ditë më shumë në Gjirokastër, do shpenzojë më shumë, do të ketë pastaj do të ketë efekti zinxhiri edhe tek taksixiu, edhe tek restoranti, edhe tek hoteli. Zot Golemi, në këtë linjë, në këtë ide, është edhe paketa e maleve e cila po promovohet shumë nga qeveria shqiptare në bashkëpunim dhe bashkitë kanë rëndësinë e tyre në suksesin e kësaj pakete. Për sa i përket Gjirokastrës, ka pasur interes, pra është mbyllur fillimisht faza e parë dhe a ka pasur interes nga ana investitorëve qoftë atyre që janë në vend, por qoftë edhe të shqiptarëve që punojnë dhe jetojnë jashtë, në mënyrë që të përfitojnë nga kjo pakete e cila realisht ka lehtësi dhe kushdo që aplikon dhe do të përfitojë, i lehtësohet realisht, sidomos vitet e para të bërit biznes, vitet që janë më të vështira për t'ia dalë. Shumë faleminderit. Se dëgjoj edhe në opinionet të ndryshme në fakt për paketën e maleve dhe do të dashvesh, pra do të heq, nuk jam pa kostum sot, por petkun e kryetarit të bashkisë do flasë qytetar. Në fund ditës më ka vendosur të jetojnë të qytet edhe kur jam kthyer nga studimet edhe familjen time e kam këtu dhe mendoj në fakt edhe për familjarët tanë apo për gjithë qytetarët, njerëzit tanë që kemi në terren. Nuk është Gjirokastra vetëm, e thash, nuk është vetëm zona historike, nuk është vetëm pjesa e Kalas, zonat pasuri vërtet të mëdhaje që ka kjo bashki, por janë edhe në zonat rurale. Janë 36 fshatra, kanë qenë në fakt po flas 30 probleme më vete, sidomos pjesën e infrastrukturës, dhe ne po merrem me pjesën e infrastrukturës, s'kemi patur fshatra që s'kan patur fare as mundësi komunikimi, janë jo se s'kemi akoma në vazhdim, sidomos qoftë me infrastrukturën apo qoftë me pjesën e shërbimeve, ujësjellsin apo ndriçimin, por kemi zona kur ne akoma e kemi infrastrukturën jo të duhur dhe ku kemi dalldyshet e para, pra kemi agroturizmin e para, të cilat në fakt çojnë turistë në ato zona. Dhe janë bërë shembujt se si zhvillohet pra një iniciativë qytetare, sidomos banor të larguar nga Gjirokastra jashtë apo brenda vendit, po përgjithsisht jashtë, janë kthyer në vendlinje dhe kanë investuar dhe kanë kthyer vërtet fshatin e vet, zonën e vet e kanë kthyer në një mundësi atraksioni për turistët, por edhe për të parë të tjerë si zhvillohet ekonomia. Na bën edhe ne më të përgjegjshëm dhe na motivon më shumë pikërisht për të investuar pastaj tek ajo zonë, pra duke parë me prioritet, sepse nëse vërtet atje është zhvilluar një ekonomi, duhet që edhe ne të fokusohemi me mundësitë tona për të zgjidhur problemet e infrastrukturës. Dhe unë besoj që paketa e maleve është mundësia e dur sot për të zhvilluar zonat rurale. Kemi kërkesa, Bashkia Gjirokastra ka kaluar fazën e parë, janë kaluar 4 njësi administrative Cepo, Picar, Lunxhëri dhe Antigone. Në bazë të kërkesave që janë bërë në sistem, janë diku ke 80 aplikime,
kërkesa. Duhet ta them këtu gjë, ka edhe kërkesa që janë për zonën, pra për bashkinë e qytetit Gjirokastër, që bien poshtë. Pra e ka patur si mundësi, ka patur një vend dhe e shikon, dua të investoj këtu. Gjithçka do të kalojnë në filtrat ligjor, absolutisht, dhe aty ku kemi mundësinë do bëjmë maksimalen për të suportuar sidomos në zonat e larta, sidomos në fshatra përtej thjesht të qytetit të Gjirokastër dhe për të parë aty ku janë dhe resurset më të mëdha dhe aty ku nesër do të bëhen pole për të zhvilluar gjithë zonën. Dhe zhvillimi i qëndrueshëm në fakt është thrirja në territor, e investimeve, por është thrirja në territor edhe e bizneseve. Kemi fshatra që janë bërë rrugët, por për fat të keq sot s'ke një vend që të flesh apo një restorant. Ndërkohë që është dhe kundërta, kemi fshatra që nuk akoma infrastruktura për ne duke punuar për të çuar vërtet rrugën me infrastrukturë me standarde, por kemi pika të krijuara. Ke në fshatin Zhulat që akoma rruga është problematike, po kemi një çift të rinj të kthyer nga Tirana, kanë filluar aty në zonën e vet, pra në një pllaj, kanë filluar aty, kanë bërë shtëpizat e vogla, para dhe atje sot që po flasim ka turistë të huaj që shikojnë dhe shijojnë eksperiencën, dhe vjen shikojnë aty si Milet Delia, si punohet Baçja, pra janë eksperienca të cilat ata nuk i provojnë në vendet e tyre. Kështu ju besoj që paketa e maleve do fokusohemi do të jetë është një risi dhe një mundësi për të zhvilluar sidomos zonat rurale. Dhe zoti Golemi, paketa e maleve në mënyrë që të jetë komplementare dhe realisht të sigurojë zhvillimin e lokaliteteve, duhet sigurohet që ai biznesi qendror të bashkëpunojë edhe me fermerët e zonës, të blej produktet nga ata, të çdo lloj produkti, qoftë sezonit, qoftë produktet që edhe qumshti, veza, gjithçka që ka të bëjë me kërkesat e atij agroturizmi. Mendoni se kjo fazë është gjithashtu pa aq e rëndësishme në mënyrë që të sigurohet suksesi? Për fatën mirë, thash Bashkia e Gjirokastër nuk ka thjesht historinë dhe kulturën, por ka dhe produkti. Ka produkti dhe kur flasim për qumshtin, për djathin, në gjithë zonat, sidomos zonat rurale, qoftë zona e Picarit, Cepos, Antigonea, gjithë pjesat, pra gjithë njësitë administrative. Pra është produkti. Është produkti dhe kur fola më parë për pjesën e shtëpive, pra objekte të rënuara, objekte që ne nuk mundemi t'i kthejmë, pra t'i bëjmë vatra kulture apo t'i kthejmë para viteve, me funksionin që ka patur para viteve në T1, nëse jemi në hapet e para, pra fermer, blektor, fshatar të zonat të fshatrave, bliten së bashku, ne do të kemi mundësinë për t'i suportuar, për ta parë, pra edhe si mundësi ekonomike, shtëpia po flaset djathtë, shtëpia e rakis, shtëpia e mjaltit. Dhe aty ku krijohet pastaj dhe agroturizmi, patjetër që ai blektori nuk ka pse të kërkojë se ku do ta çojë qumshtin, mishin, djathin, do ta çojë tek agroturizmi se në fund të ditës edhe turisti që shkon aty nuk shkon që të marrë një produkt që e gjen në çdo lloj supermarketi të vendit apo në supermarketin e vendit të vet. Pra duhet produkti të shkojë tek pika fundore dhe edhe për këtë arsye, së bashku me bankën motore jemi duke menduar, edhe shumë shpejt do të jetë pjesa një marketi në një nga njësitë administrative, por që është afër edhe nga pjesa tjetër, kur të fillojmë të merremi të certifikojmë produktin bio dhe të kemi mundësi që këtë ta kalojmë tek fillimisht tek agroturizmi që është më afër, por pastaj edhe në gjithë bizneset sidomos të Bashkisë Gjirokastër. Po flasim për produktet, por këtu duhet të merremi pak edhe me artizanët, se në fakt i vjen këtu Gjirokastër edhe shumë prej turistëve ngelen të kënaqura nga të gjitha, pra nga bukuria, nga kulinaria, nga natyra. Po kur shkon, kur ikën në vendin e vet, merr edhe një suvenir. Dhe nëse atë suvenirin që merr është një suvenir që nuk është autentik, pra nuk është prodhuar këtu në Gjirokastër, shija që ai kupton kur shkon aty nuk është e dura. Pra duhet të fokusohemi edhe te kjo pjesë. Kemi
njësi administrative, po themi për shembull në fshatin Lazarat, ku kemi disa zonjat cilat punojnë pjesën sidomos të artizanëve dhe pjesën e qylimave. Pra dhe kjo është është shumë e rëndësishme suporti, pra thash edhe i artizanëve, njëkohësisht thash me pjesën tjetër të produkteve bio që ka zona e Gjirokastrit. Kjo pastaj rrit gjithë pjesën e ofertës dhe unë besoj që është mënyrë e dur për të patur një rritje, pra një turizëm të qëndrueshëm, por pa tjetër pse jo të flasim pastaj edhe për elitar. Zoti Golemi, shumë suksese dhe ju falenderoj për këtë lidhje drejt për drejt në studion e televizionit Skan. Ju faleminderit, punë të mbarë dhe ju ftoj në Gjirokastër se patjetër. Folëm për aktivitetet, pra ne kemi një kalendar aktivitetet që është pjesë e punës tonë të përditshme, edhe që tani jemi duke menduar që disa prej këtyre aktiviteteve patjetër të shtrim edhe në zonat rurale. Edhe unë besoj që synimi edhe me donatorët do të jetë shtrirja e ofertës turistike dhe diversifikimi i ofertës edhe në njësitë administrative dhe në zonat rurale. Shumë faleminderit. Faleminderit edhe një herë, ditë mbarë. Do të diskutojmë tani për situatën pas zgjedhore në Kosovë. Në zgjedhjet e ditës së diel pati një rënje të votave për vetëvendosjen, por njëkohësisht pati edhe një pjesëmarrje shumë të ulët krahasuar me zgjedhjet e 28 dhjetorit. Ne mëngjesisht do të diskutojmë me zotin Skënder Demaliaj, pedagog ekspert për marrëdhëniet ndërkombëtare. Profesor Demaliaj, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Si mendoni se do të zgjidhet? Pak a shumë ndodhi ajo që I friksoheshin të gjithë, një panoram politike në Kosovë, si kurse ishte pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit, madje edhe mund tjetë edhe disi me keqe. Mendoni se palët të erë do t'jenë të ndërgjegjshme për të mos shkuar sërish në zgjedhje dhe për ta thelluar më tej krizën? Është vështirë, përveç qëndrimit që kanë marrë partitë politike gjatë tyre viteve të fundit, po jo e pamundur. Nëse do vihet interesi I Kosovës mbi gjithçka dhe do hiqet dorë nga ato interesat partijake, mund të arrihet një marrëveshje. Mesazhi që dha elektorati në Kosovë është I qartë. Ai kërkon konsensus politik, kërkon njëkohësisht edhe funksionimin e institucioneve në Kosovë. Skenari më I mundshëm cili është? Koalicionet klasë. Vetëvendosja ka pasur një rendje, natyrisht do ta kishte këtë rendje, sepse ka disa vite që qeverisë dhe qeverisja të konsumon. Po problemi është se kjo rendje nuk është përkthyer në rritjen e të forcave opozitare. Nëse tani kanë marrë disa deputet më shumë, si Partia Demokratike e Kosovës, ashtu dhe Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia e Ardhmërisë, kjo lidhet me faktin se ka qenë një pjesëmarrje më e ulët, ka qenë një pjesëmarrje rreth 8% më pak. Elektorati tani në Kosovë tregon se është lodhur nga fushatat e zgjedhjeve. Ashtu brenda 18 muajve ka shkuar vetëm për zgjedhjet parlamentare 3 herë, një herë për pushtetin lokal, do thonë nuk e ka një herë me 2 raunde. Do thonë nuk e ka këtë luks Kosova që të bëjë zgjedhje kaq shumë. Në vërtet, zgjedhjet, rënjet parakohshme e tjerë tregojnë, do thonë, demokraci atje, por nuk është Italia, Kosova ose vendet e tjera që të shkojnë zgjedhje atje. Ajo ka nevojë që të funksionojnë institucionet në Kosovë, që të bashkëpunojë me Bashkimin Evropian, që të ketë marrëdhënie më të mira me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që të zhvillojë dialogun me Serbinë, I cili ka kohë që ka ngelur brenda. Bile vetë Bashkimi Evropian, Kallas, ajo ministra e jashtme aty, deklaroi që tani me këto zgjedhje duhet të jepet fund bllokadës politike. Dhe duhet patjetër që Kosova, do të thonë, të fillojë dialogun, të miratojë ato marrëveshjet që kanë përpara për tjera që ka ashtu. Po njëkohësisht mesazhi I elektoratit në Kosovë ishte që ju drejtua, do të thonë, në klasës politike, që të ketë më shumë vëmendje në zhvillimin ekonomik, sepse Kosova është vendi më I varfër, që të kushtojë më shumë rëndësi sektorit të shëndetësisë, sektorit të arsimit dhe mbi gjitha, do të thonë, të jetë e sigurt e ardhmja e Kosovës. Nëse edhe këtë radhë, forcat politike atje dhe faktikisht topi është tek partia e madhe që ka, te partia e Albin Kurtit, ashtu pse ajo I ka votat për ta zgjidhur problem. Nuk ashtu, atë do krijohet edhe ideja që Kosova nuk është në gjendje të krijojë shtet.
Dhe pikërisht kjo i shkon në përmarrje edhe propagandës serbe, propagandës ruse edhe të tjera atje. Mundësit janë tani që 2 ose 3 parti ashtu të formojnë një koalicion. Mi mundshmi si është mes vetëvendosjes dhe PDK-s? Vetëvendosja dhe PDK-ja me këto që pritet që do morë dhe disa deputet e tjerë nga këto votat me... E diasporës. Diasporës, ashtu, e kryojnë, dhe më thonë, mbi 80%, mbi 80 deputet, dhe kanë mundësi që zgjedhin edhe presidentën dhe të bëjnë një marrëveshje bashkë me njëri tjetrin. Në fakt, bashkëpunimi edhe koalicioni i partisë vetëvendosjes me PDK-n nuk është i lehtë, ashtu, do të thonë, atje. Megjithatë, kjo është vendos kushte PDK-ja? Kushte. Do të jetë presidenti dhe problemi është tek ajo koordinimi i politikave që duhet ndjekën atje. Po nuk është e pamundur. Kurse me LDK-n, megjithëse ka qenë më afër, kanë qeverisë 2019, pastaj LDK-ja ka ikë nga koalicioni në bazë zgjedhjeve të tjera, ashtu është e vështirë. Është e vështirë për faktin se nuk i bën një herë në radhë të parë deputetët për të zgjedhur presidentin. E dyta është problemi që LDK-ja ka vënë si kusht zgjedhjen e Vjosa Osmanit si presidente. Nëse pranon këtë? Bile se edhe në atë konferencën e parë të shtypit që doli, Vjosa Osmani tha që tani vetëvendosja nuk ka asnjë arsye që të mos më zgjedhin mua presidente. Po nuk mund të ndodhë kjo, një parti që është e treta, një parti që ka vetëm nga 120 deputet, vetëm 20 deputet, nuk mund pretendoj për ta zgjedhur. Dhe cili ishte qëllimi pastaj i zgjedhjeve? Plus saj që Albin Kurti nuk bëj një vetvrasje politike që ta pranoj Vjosa Osmanin, sepse në zgjedhje shkuam pikërisht se nuk u miratua. Dhe kthehemi në pikën përpara zgjedhjeve. Përpara, atë pse ja harxuam 10 milion euro për zgjedhje. Atë pse elektoratin e qumë një në zgjedhje etj. Kështu që nuk ka mundësi të bëhet. Në fakt, Vjosa Osmani, siç po tregon atje, ka shkuar te LDK-ja ashtu për të zgjedhur presidente. Abde Gjiku ka pranuar Vjosa Osmanin ashtu të LDK-ja për të shpëtuar veten, sepse ai faktikisht ka 4 palë zgjedhje që i ka humbur. Bile s'po të shikosh edhe rezultatin që mburren ata që kemi pasur rritje 4%, 4 deputet etj. Faktikisht LDK-ja me këto zgjedhje ka arritë rezultatin e shkurtit e vitet të kaluar. Pra i njëjti elektorat pak a shumë. Ka një rritje, domethënë, thjesht me ato zgjedhje më pashme rreth 3000 sa atje. Në vend se të merren në faktikisht me veten e tyre, në vend se të reformohen si parti, në vend që të bëjnë ndryshime të leadershipi, atje, ata thonë që Albin Kurti ka rënë. Në fakt, Albin Kurti ka akoma besimin e elektoratit në Kosovë për qeverisur dhe njëkohësisht e ka ruajtur bërthamën e tij elektorale atje. Kështu që në zgjedhje partitë opozitare dhe opozita nuk hynë për të rritur ose për të marrë më shumë. Ato hynë për të marrë për të qeverisur. Nëse nuk qeveris në prandimin në vendet e tjera demokratike që janë, leadershipi do të hapin rrugën dhe duhet ikin nga atje. Aq më keq për shembull kur dëgjon Abde Gjikun që thotë që ne kishim thotë vetëm një muaj kohë për të përgatitur për zgjedhje. Sikur ai nuk është tash disa vite në krye të saj. Kështu që ata duhet paraqitin alternativë të besueshme, edhe elektorati t'ju besoj, edhe të vinë në pushtet. Nuk e shoh. Megjithatë, është një situatë politike jo shumë e favorshme. Përsa i përket të gjitha ambientit politik në Kosovë në tërësi, kjo e krijuar aktualisht me një parti e cila dominon dhe kemi 2 opozitare dhe disa tjera të vogla. Natyrisht, nuk është një situatë e favorshme. Ashtu elektorati ka thënë që duhet bashkëpunim, duhet konsensus. Ashtu elektorati ka thënë që nëse nuk bashkëpunojmë, domethënë rrezikohet vetë Kosova. Kështu që unë them që Albin Kurti ka rastin të tregoj maturi politike, të tregoj se e don Kosovën, e don zhvillimin e saj. Për hir të vendit. Për hir të saj. Dhe pavarësisht nga mosmarrëveshjet ose pikat e mostakimit që mund të ketë me PDK-n, duhet ta bile mirë do të ishte një koalicion më i gjerë, të bëshin disa reforma të rëndësishme, edhe pastaj
të shkohet në zgjedhje dhe kush të fitoj, le të fitoj. Po me PDK-n, a i ka mbi 80 vota, duke qenë se i ka mbi 80 vota, ka 2/3 e parlamentit, që do të thotë që mund të bëjë reforma shumë të rëndësishme. Po. Edhe janë mjaftueshme kam shtypjen edhe për të zgjedhur presidentin. Për zgjedhjen e presidentit dhe për zgjedhjen e gjitha institucioneve. Zoti Dhemaliaj, mund të jenë probleme dhe ato 20 vendet që janë dedikuara 10 për pakicën serbe, 10 tjera për pakicat e tjera, këto 20 vende në parlament. Mund të jenë jo një mollsheri, por disa vota të cilat llogariten aty, por nuk fitohen nga partitë shqiptare. Po, natyrisht, Albin Kurti, nëse nuk do bashkëpunoj me partinë demokratike, ose nuk do bashkëpunoj me partitë opozitare, do ketë probleme atje. Atje për shembull nga jo komunitetet serbe janë 10 vota. Po. Edhe ajo lista serbe ka fitu 9, se një ka fitu ky që ka qenë ministër tek Albin Kurti dhe mund ta ketë votë në vete. Bile Albin Kurti aty ndoqi një taktik të mençur elektorale. Për ta hequr një i tha shqiptarëve dhe rreth 3000 vota llogaritin që kanë votuar shqiptarë, që kanë qenë elektorati vetvendosjes për ta marrë ata. Ashtu. Dhe ndoshta ky një deputet mund të jetë, domethënë, shpëtimi, edhe mund të krijohet, domethënë, shumica 61. Kështu që ai ka ndjekur. Për mua, Albin Kurti është para këtyre drejtuesve të opozitës dhe është një politikan më i aftë. Prandaj kjo reflektohet edhe tek votat që është më i aftë. Është më i aftë. Domethënë, se këta. Ashtu. Shikoj partinë e Ramush Haradinës atje, ashtu. Ndryshoi leadershipin, erdhi kryetari i komunës Gjakovës, ashtu, Aljan Gjinaj, ashtu. Ka një rritje, ka një përmirësim. Do të thotë që nëse ti e reformon partinë, nëse ti e heqat leadershipin që nuk jep rezultate, jep rezultate. Dhe edhe populli vetë reflekton kur lideri merr përgjegjësi. Ka rëndësi që këto partitë opozitës të reformohen në programe, të reformohen në mentalitete, po të reformohen edhe tek leadershipi. Patjetër. Zoti Dhemaliaj, Kosova ka humbur thuajse një vit e 3 muaj. Ka humbur shumë. Ka humbur shumë pikërisht nga ky ngërç politik. Mendoni se realisht ka pasur pasoja për qytetarët, por njëkohësisht edhe për biznesin? Ka pasur pasoja shumë. Atje. Pasojat kanë qenë ashtu tek vendet e punës, pasojat kanë qenë tek tërheqja e investimeve, pasojat kanë qenë në aspektin politik, në mungesën e dialogu që është i domosdoshëm, në atë që në hyrjen e saj në forumet ndërkombëtare që janë shumë të rëndësishme, ashtu ka pas probleme me Bashkimin Evropian, ka pas probleme edhe marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për shembull, programi i Shtetit e Bashkuara të Amerikës në Ballkan që është për gazifikimin e saj, është miratuar nga gjitha vendet e tjera të Ballkanit, kurse nga qeveria e Kosovës akoma. Për shkak se nuk ka pasur institucione edhe do të thonë ka një dilemë aty. Për shembull, atje kriza energjetike është krizë aty, ashtu. Do të thonë ka kufizimin e energjinë elektrike. Mbi të gjitha është shtajtuar edhe çmimi është rritur, si për bizneset, si për qytetarët. Kështu që do të thonë Kosova ndodhet para një sër problemesh që nëse do gjejnë konsensusin politik partit, atje mund të zgjidhen edhe mund të ecin përpara. Nëse mendohet të shkohet edhe një herë në zgjedhje, për mua është një vetvrasje për klasën politike dhe për vetë Kosovën. Dhe nuk është se do të ketë ndonjë rezultat tjetër, edhe sikur të bëhen sërish zgjedhje, panorama e njëjtë do të jetë. Vetvendosja nuk arrin më atë rezultat që e ka arritur në dhjetor të vitit kaluar. Dhe nëse zgjedhjet do bëhen prapë, do ketë firim, do ketë ulljet e tjera. Po edhe këto parti, unë nuk shoh që janë të përgatitura për të ardhur në pushtet. Sepse populli proteston duke mos votuar. Ashtu, ai ka shprehur, do të thonë është frustruar, është, do të thonë nga mungesa e stabilitetit politik edhe nga zgjedhjet që shkojnë vazhdimisht. Nuk mund të ecet kështu, do të thonë me mungesën e konsensusit dhe dialogut brendshëm. Ndonjëherë duhen lënë mjanë përfitimet politike?
në hir të vendit. Zgjedhja e presidentit nuk vjen nga mungesa e numrave. Për mua vjen nga mungesa e një kulture politike që duhet të jetë në Kosovë. Për mua nuk është se nuk ka njerëz për ta bërë detyrën e presidentit, po mungon konsensusi dhe dialogu i brendshëm midis partive politike për të zgjidhur të probleme. Dhe nëse nuk do të ketë vullnet, problemi do të jetë aty. Ndërkohë, Kryeministri Kurti me njerë pas fitores, dje par dje, u thoi drejt Austrisë, mori pjesë në një forum ekonomik, u takua me homologun e tij të Austrisë. I shikoni si përpjekje për të thënë që Kosova sërish vjon punën dhe njëkohësisht mund të jetë edhe një sinjal që Kurti vetëvendosje kanë vullnetin për ta nxjerrë Kosovën nga ngërçi? Natyrisht, Kurti ka marrë përgëzimet edhe nga presidenti jonë për zgjedhjen e tij, ashtu ka marrë përgëzime edhe nga Bashkimi Evropian, përgëzime edhe nga vendet e tjera, që tregon që ata ndërkombëtarët janë të gatshëm punojnë me Kurtin. Ashtu. Po kërkojnë nga Kurti konsensus politik dhe funksionimin e institucioneve, jo bllokimin e tyre. Ashtu, këto do ta ketë parasysh Kurti. Edhe vizitat atje, edhe këto fondet që janë dhënë për Kosovën, edhe heqja e atyre fondeve që më para Europa i kishte bllokuar, tregojnë se ata janë të gatshëm të bashkëpunojnë me Kurtin, po njëkohësisht me këto vizita edhe me atë thirrjen që ka bërë vetë Kurti që mund të drejtohen gjitha partive politike për të bashkëpunuar, për të punuar, tregon që mund të reflektoj. Dhe është momenti që të reflektoj. Nëse është tamam burr shteti dhe nëse ai e don Kosovën të zhvilluar, të fuqishme, të hyjë në NATO, të hyjë në Bashkimin Evropian. Ata kanë thënë për shembull në Kongresin Amerikan u diskutua çështja e hyrjes në NATO. Ashtu sekretari i shtetit tha që ne jemi për hyrjen në NATO-s, po jo tani për tani, nuk është prioritet tani për ne. Ka sfida më të mëdha. Ka sfida më të mëdha. Dhe vërtet ka sfida më të mëdha. Po problemi është se nuk mund të hysh në Bashkimin Evropian, as në NATO, nëse ti nuk ke institucione që funcionojnë. Me këtë besedojnë ata që ose këto institucione do vazhdojnë prapë. Ska asnjë ministër që tjetë funksional, me këtë besedojnë. Ata kanë nevojë që të dinë me këtë besedojnë. Kush është qeveria, kush është parlamenti atje. Dhe mbi të gjitha ashtu, nuk mund të futesh, domethënë, të bësh pjesë e NATO-s edhe Bashkimit Evropian, pa është bllokuar njoja pavarësisht nga 5 vendet e Bashkimit Evropian. Atje. Ka një sinjal nga Greqia që mund të ndodhë kjo, po bëhen përpjekje që edhe vendet e tjera mund të arrijnë që ta njohin Kosovën. Po pa u njohur nga këto 5 vendet të NATO-s, nuk mund të hyjnë as në NATO sepse është bllokimi. As nuk mund të bëhen pjesë e Bashkimit Evropian. E ardhmja e Kosovës është, domethënë, në Bashkimin Evropian, e ardhmja e Kosovës është në NATO dhe është shumë e rëndësishme që të jetë në NATO, atje, se ka siguri, domethënë, më të madhe. Edhe vizita e fundit e ministrit jashtëm, atje që u takua me presidentin detyrë, me kryeministrin, me ministrin e jashtëm, tregoi që Shqipëria, pavarësisht nga ato mospërpudhjet që mund të kenë lidhur me politikën ballkane, me marrëdhëniet me Serbinë etj, që Shqipëria tha që ne do të mbështetim gjithmonë, domethënë, Kosovën në forumet ndërkombëtare, në rritjen e njohjeve, në komunikimet edhe marrëdhëniet vazhdueshme. Mbas edhe një thellim i bashkëpunimit midis dy vendeve është i domosdoshëm. Po domosdoshëm dhe rikthimi prapë i mbledhjeve të përbashkëta të qeverisë që janë ndërprerë para 2 vitësh. Zoti Demandiaj, njëkohësisht është plani i rritjes për vendet e Ballkanit Perëndimor. Shqipëria po përfiton, Malizi po përfiton, Kosova, Serbia, Bosnia thuajse zero. Rrezikojnë realisht në mënyrë veçantë Kosova që na intereson më shumë. Rrezikon t'ju mbas ato fonde, është një fond që ndahet në kredi dhe në grante, por shkon dikute për Kosovën në 880 milion euro. I rrezikon nëse nuk funksionojnë institucionet. Nëse ka krizë prapë institucionale, krizë politike, nuk t'i japin ata. Që s'kanë me këtë besedojnë që t'i japin. Kush i nënshkruan, kush i bën ato. Ashtu që edhe kjo
Pra, thithja fondeve nga Bashkimi Evropian, për cilat ajo ka shumë nevojë, po edhe dialogu që kërkon atje. Sepse nuk mund të vinë Bashkimi Evropian edhe në NATO ajo nëse ka një konflikt të pazgjidhur me vendet fëqinje. Ne dim për shembull që Kroacia disa vite është shtyrë për shembull hyrja, nuk ishte zgjidhur konfliktet me fëqinjet atje. Kështu që ata nuk mund të pranojnë. Është domethënë një kërkesë politike që ti nuk duhet të kesh konflikte me fëqinjet, duhet të kesh një rregull me fëqinjet, pastaj që ty atë. Kështu që për gjitha këto arsye, për atë mesazh që ka dhënë elektorati në Kosovë, edhe për gjitha këto arsye, klasa politike duhet të thrasë menjes e mbi gjitha Albin Kurti që i ka shumicën e votave, që të krijoj edhe të realizoj një marrëveshje të rëndësishme politike për të nxjerrë Kosovën nga kjo krizë politike që ka. Dhe që të marrë këstin e radhës, Kosova duhet realizoj diku te 110 reforma. Reforma. Nuk mund të bëhen reformat me krizën politike, me këto. Janë shumë probleme që ka Kosova, që ndeshet me to, dhe që duhet i zgjidhen. Dhe duhet i zgjidhen sepse koha ecën me shpejtësi dhe plani rritjes është me afat, 2027 është afati i fundit. Duhet realizuar një reformat, pastaj të përfitosh, kështu që është me hapa. Po, patjetër, domethënë atje. Pavarësisht nga diskutimet që ka për BE-n, sa do jetë me drejt vota, po në fund të fundit një hyrje në BE për shumë arsye, pavarësisht a do jetë e plota, po ashtu është e rëndësishme për investitorët, është e rëndësishme ashtu për tregun, është e rëndësishme për investimet, e për shumë element tjerë. Zoti Demalia, ju falenderoj që ishit në studio. Faleminderit edhe nga ju. Ndërkohë ne do të vijmë tani me tjera informacione. Individët të cilëve u është refuzuar kërkesa për përfitimin e kompensimit nga zbritja e shpenzimeve arsimore për fëmijë mund të riaplikojnë dhe të përfitojnë nga skema nëse plotësojnë dokumentet e kërkuara. Individët të cilëve u është refuzuar kërkesa për përfitimin e kompensimit nga zbritja e shpenzimeve arsimore për fëmijët për shkak të mungesës së faturave të fiskalizuara, do të kenë mundësi të riaplikojnë dhe të përfitojnë nga skema nëse plotësojnë dokumentacionin e kërkuar. Administrata tatimore ka nisur njoftimin e aplikuesve, dosjet të cilëve nuk janë miratuar gjatë procesit të verifikimit, për shkak se nuk janë ngarkuar faturat tatimore që provojnë shpenzimet e deklaruara për arsimin e fëmijëve. Sipas sqarimeve zyrtare, refuzimi i parë i aplikimit nuk nënkupton humbjen e të drejtës për kompensim. Çdo individ që disponon faturat e fiskalizuara përkatëse mund të paraqesë një kërkesë të re, duke ndjekur procedurat e përcaktuara nga drejtoritë rajonale të tatimeve dhe duke ngarkuar dokumentacionin justifikues në sistem. Administrata tatimore thekson se faturat e fiskalizuara janë një kusht i domosdoshëm për miratimin e zbritjes së shpenzimeve në përputhje me legjislacionin në fuqi për tatimin mbi të ardhurat personale. Nga kjo skemë përfitojnë individët me të ardhura bruto vjetore deri në 1.2 milion lekë dhe që kanë fëmijë në ngarkim. Përveç zbritjes së tatueshme prej 48.000 lekësh për çdo fëmijë në moshën 18 vjeç, ata mund të përfitojnë edhe zbritjen e shpenzimeve të arsimit deri në 100.000 lekë me kusht që këto shpenzime të dokumentohen me faturat përkatëse. Sipas llogaritjeve të administratës, përfitimi total për familjet që plotësojnë të dy kriteret mund të arrijë deri në rreth 250 euro. Ndërkohë, në fund të muajit maj nisi edhe procesi i rimbursimit të tatimit për individët që kanë deklaruar fëmijët në ngarkim në deklaratën individuale vjetore të ardhurave DIVA për vitin 2025. Të dhënat zyrtare tregojnë se nga ky proces kanë përfituar 34.263 individ, ndërsa shuma totale e kthyer në favor të tyre arrin në 517.7 milion lekë. Administrata tatimore bën me dije se strukturat e saj po ofrojnë asistencë për qytetarët që kanë nevojë të riaplikojnë, duke i ndihmuar në plotësimin e dokumentacionit dhe ngarkimin korrekt të faturave të fiskalizuara në sistem. Shqipëria rendite ndër vendet me tarifat më të larta të taksive në botë sipas dhënave më të fundit platformës ndërkombëtare Numbeo. Kostoja mesatare 1 kilometri me tarifë standarde llogaritet në rreth $3.7. Shqipëria renditet ndër vendet me tarifat më të larta të taksive në Europë sipas të dhënave më të fundit të platformës ndërkombëtare Numbeo. Kostoja mesatare 1 kilometri me tarifë standarde llogaritet në rreth $3.7. Diferenca bëhet edhe më e dukshme kur Shqipëria krahasohet me vendet e Ballkanit. Sipas të dhënave të Numbeo, 1 kilometër me taksi në Serbi kushton mesatarisht rreth $1.
në Maltëzi afërsisht $1.2, ndërsa në Maqedoninë e Veriut më pak se $1. Edhe në Rumani dhe Bullgari, dy vende anëtare të Bashkimit Evropian, tarifat mbeten ndjeshëm më të ulta se ato të raportuara për Shqipërinë. Kjo do të thotë se një udhëtim prej 5 kilometrash në Shqipëri mund të kushtojë disa herë më shumë se sa njëjti udhëtim në vendet fqinje, duke e bërë transportin me taksi një shërbim relativisht të kushtueshëm për qytetarët. Nga ana tjetër, tarifat e nisjes së udhëtimit dhe kostot fikse nuk rezultojnë të jenë ndër më të shtrenjtat në Europë. Sipas Numbeu, Shqipëria renditet mes vendeve relativisht të përballueshme për sa i përket tarifës bazë të taksisë, çka tregon se pjesa më e madhe e kostos lidhet me tarifimin për kilometër. Një faktor që mund të kenë ndikuar në rritjen e çmimeve është zhvillimi i shpejtë i turizmit. Vitet e fundit Shqipëria ka përjetuar një rritje të ndjeshme të numrit të turistëve të huaj, duke u kthyer në një nga destinacionet më të preferuara në rajon. Fluksi në rritje i vizitorëve ka sjellë edhe kërkesë më të madhe për shërbime transporti, veçanërisht në Tiranë, në Bregdet dhe në zona turistike. Paralelisht me rritjen e turizmit, në treg janë shtuar edhe kompanitë dhe operatorët që ofrojnë shërbime taksie, duke zgjeruar ofertën për qytetarët dhe vizitorët. Megjithatë, pavarësisht rritjes së konkurrencës dhe numrit të mjeteve në qarkullim, Shqipëria vijon të mbetet ndër vendet me koston më të lartë për kilometër udhëtimi dhe çmimi nuk është ulur. Do të rikthehemi tani konferencës ndërkombëtare të kartës rinore, do ndjekim fjalën e mbajtur vetëm pak më parë nga Ministri I Turizmit dhe Kulturës Zoti Gonxha. And we have to change in the last moment, so we also disturb the order of the day. And I think the translation reaches to what I had in mind, so sorry if there is any mistake. It's an automation mistake, not mine, not my ministry's. The previous mistake was ours. About the young people in the room, that are so many, I need to say that you still need us, the old guys, so you can look and feel young. So treat us well. Dear ECA friends, dear European Commission representatives, this is an automated translation because I see no representatives in the room, I believe, from the Albanian delegations, but it's you know, from the Commission, and I would really need to know why we don't have the representatives of the European delegation or other offices in Tirana in the room. As someone who has always been a revolutionary, not made of cardboard, who today wears an official mantle, yet embodying the impatience of the generations that fought in 1990, in 1991, in 1994, in 1996, in 1997, and later in 1998. Pra në cilësinë e revolucionari jo prej kartoni që sot mbaj një petë zyrtar, por mishoj tërpadurim e brezave që luftuan në 90-ën, 91-shin, 94-ën, 96-ën dhe 1997-ën, pasaj edhe në vitin 1998, ku personalisht Kraj Tiranës, Ministrit atëhershëm të kulturës, rinisë dhe sporteve, më pas krati në Bashkinë e Tiranës së vitit 2000, drejtuam shpëtimin e kryeqytetit nga agonia, rikthyem shpresën dhe nxorëm ditën e ngjyrave të një jete sociale e rinore plot zhurmë deri tek detyrat e angazhimet e vitit 2015 me parqet dhe rekreacionin e Tiranës e të vitit 2018 me drejtorinë e përgjithshme të shërbimit transportit rrugor për transformimin epokal të shërbimeve të transportit rrugor shqiptar me frymëzimin e një liceisti rebel, artistit nga ateljet e ish institutit lartë të arteve, prap me profesor Edin, deri te besimi I tij I rikonfirmuar në secilën prej e ja përpiqur të zgjidhim atë lëmsh apo atë plagë sektoriale, temperuar me eksperienca, mësime e betejë, përullësisht dhe krenarisht, historikisht dhe në mënyrë kokfort, investitori një Shqipërie më të denjë këtu e të paktën 37 vjetë, që në fillesat e ndërgjegjes, antiregjim dhe lëvizjes studentore deri tek rezultatet konkrete të Ministrisë e Ekonomisë, Kulturës e Inovacionit, ku punuam për politikat rinore,
e sot si ministri përgjegjës për turizmin, kulturën e sportin, ku rinia nuk është një agjenci, por esenca e tërë portofoleve dhe përfituesja me pare tërë vëmendjes e projekteve dhe programeve që jetësojmë. Kam kënaqësinë të përshëndeset mikpres për herë të parë kartën rinore europiane në Shqipëri. Nga e duam Shqipërinë si gjithë Europa, sot vetëm një hap lartë hyrjes zyrtare në Bashkimin Evropian. Krye lartë, jo me standarde disa dekadave më parë përmes një procesi jashtëzakonisht kompleks, integrimi të merituar dhe të djersitur në qelizë. Edhe zëri protestës që ka koinciduar me këtë event është treguesi më legjitim dhe unanim i lirisë së panjohur ndonjëherë më parë këtyre anëve si sot, për të shprehur dhe demonstruar për të menduar ndryshe, për të kërkuar dhe pretenduar më shumë për pritshmëri që natyrshëm ekzistojnë nga e drejta e individit të lirë të flasë e të bërtasë. Më drejt mishi kur rikthej në mendje, torturat dhe vuajtjet tona deri vonë jo larg. Situata aktuale është me dalje demokracie për qeverisjen e sotme, sikundër është një mundësi e re për të ritreguar vlerat tona dhe besnikërinë tonë për Shqipërinë. Që Shqipëria pret për herë të parë konferencën e kartës rinore europiane përbën një moment të rëndësishëm për vendin tonë dhe një vlerësim të rolit në rritje që Shqipëria po luan në nismat europiane dedikuara për të rinjt. Prania e mbi 100 pjesëmarrësve nga më shumë se 30 vende europiane e zhënëron këtë konferencë në një platformë të rëndësishme dialogu, bashkëpunimi dhe shkëmbimi përvojash mbi politikat dhe mundësitë për të rinj në Europë. Organizimi i kësaj konference në Shqipëri është një dëshmi e besimit që partnerët evropian kanë ndaj institucioneve dhe organizatave shqiptare, si dhe një mundësi për të forcuar më tej lidhjet me rrjetet rinore europiane. Shqipëria po afirmohet gjithnjë më shumë si një destinacion i rëndësishëm për organizimin e ngjarjeve ndërkombëtare, duke të rriqur vëmendjen e partnerve përmes potencialit të saj, mikpritjes dhe kapaciteteve në rritje. Vendi ynë dëshmon se mund të presë me sukses aktivitetet të nivelit të lartë, duke krijuar hapësira për dialog, bashkëpunim dhe shkëmbim përvojash mes pjesëmarrësve nga vende të ndryshme. Për ne, organizimi i ngjarjeve për te dimensionit institucional është një mundësi për të prezantuar Shqipërinë si një vend modern, të hapur dhe europian në shpirtin e një veprimi, si dhe për të promovuar vlerat tona të mikpritjes dhe të kulturës. And to hold expectations that naturally arise from every free individual's right to speak and to be heard, to shout and to be heard. I still shudder, when I recall the sufferings and the hardships we endured until not so long ago, not so many years ago, a few more years than a decade ago. The current situation regarding freedom Tani me tjera informacione, Kryeministri Edi Rama deklaroi se për Shkodrën, Lezhën dhe gjithë Veriun, nisja e punës për aksin Milot Balltren është një hap shumë i rëndësishëm për zhvillimin e zonës. Ky projekt do të lehtësojë lëvizjen, do të rrisë sigurinë rrugore dhe do të japë një shtysë të re turizmit, biznesit dhe ekonomisë në Shkodër, Lezhë dhe gjithë Veriun e vendit, tha Rama në një postim në rrjetet sociale. Kompania Salilari është shpallur fituese procedurës për ndërtimin e aksit rrugor Milot Balltren, një nga projektet më të rëndësishme infrastrukturore në veri të vendit dhe pjesë e korridorit Adriatiko-Jonian. Aksi Milot Balltren konsiderohet një segment strategjik i rrjetit kombëtar rrugor dhe lidhet drejt për drejt me investimet e tjera që qeveria po zbaton në veri të Shqipërisë për përmirësimin e infrastrukturës dhe zhvillimin ekonomik të rajonit. Gjurma e propozuar e rrugës Milot Balltren ka një gjatësi prej 17 km dhe fillon në nyjen e Milotit, ku do të lidhet me segmentin Milot-Thuman-Kashar-Lekaj dhe me rrugën e kombit dhe do të përfundojë në rrugën ekzistuese Tiranë-Shkodër në Balltren.
Ndërkohë Bersh po zgjeron programin në mbështetje të smeve që të shkojnë drejt ekonomisë gjelbër në 6 shtete të Ballkanit Perëndimor me mbështetjen e Bashkimit Evropian, duke planifikuar të zgjasë deri në 233 milion euro linja kreditimi në fazën tjetër të projektit. Programi përqendrohet në zinxhirët e vlerës agrobiznesit, energjinë e renovueshme dhe mbështetjen për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Banka Europiane për Indërtim dhe Zhvillim tha se po zgjeron programin e saj SME Go Green në 6 shtete të Ballkanit Perëndimor me mbështetjen e Bashkimit Evropian, duke planifikuar të zgjasë deri në 233 milion euro linja krediti në fazën tjetër të projektit. Kjo shumë do të plotësohet me 23.3 milion euro stimu investime për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme dhe 5.6 milion euro asistencë teknike që do të ndihmojnë në rritjen e aksesit të financimit të gjelbër në Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kosovë, Maltëzi, Maqedoninë e Veriut dhe Serbi gjatë viteve të ardhshme. Kjo mbështetje do të ndihmojë bizneset të investojnë në teknologji dhe zgjedhje që zvoglojnë ndikimin e tyre mjedisor, përmirësojnë efikasitetin e energjisë dhe burimeve, forcojnë qëndrueshmërinë ndaj klimës dhe rrisin konkurrueshmërinë, tha banka. Sipas programit, Bersh ofron fonde institucioneve financiare partnere lokale për të dhënë uan për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme të përshtatshme, ndërsa stimujt për investime të mbështetura nga Bashkimi Evropian ulin koston e investimeve të gjelbra për përfituesit përfundimtar, të cilët marrin gjithashtu asistencë teknike në përgatitjen e projektit. Programi përqendrohet në zinxhirët e vlerës agrobiznesit, energjinë e rinovueshme dhe mbështetjen për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme të udhëhequra nga gratë. Bersh nisi programin SME Go Green në vitin 2028 dhe u kishte dhënë UA 110 milion euro 15 institucioneve financiare partnere deri në mesin e vitit 2025, duke mbështetur investimet e gjelbra nga ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në të gjithë rajonin. Faza e parë e programit ka kontribuar tashmë në kursime të konsiderueshme të energjisë dhe ulje të emetimeve të karbonit, ndërsa e ka ndihmuar bizneset të modernizojnë operacionet e tyre dhe të bëhen më rezistente ndaj kostove në rritje të energjisë dhe rreziqeve që lidhen me klimën. Mbështetja nga Bashkimi Evropian ofrohet përmes kornizës së investimeve për Ballkanin Perëndimor. Ky ishte edhe Skan Live përgatitur për ditën e sotme. U fokusuam tek shifrat e publikuara nga Instat në lidhje me ecurinë e inflacionit në vendin tonë, që për muajin maj rezultoi në nivelin e 3%, por që mund të kenë ndikime të mëtejshme duke nisur nga konsumi e deri tek politikat më shtrënguese nga Banka e Shqipërisë. Folëm edhe për sa i përket sektorit turizmit, specifikisht për Gjirokastrën dhe zonat përreth. Folëm me kryetarin e Bashkisë Zoti Golemi në lidhje me investimet që po bëhen, preferencat e turistëve, zgjatjen e net qëndrimeve nga një që ishte mesatarja më herët, tashmë ka shkuar në 2 apo 3 net qëndrime për të uajt në qytetin e Gjirokastrës dhe në fshatrat përreth. Njëkohësisht folëm edhe në lidhje me situatën paszgjedhore në Kosovë, me shumë mundësi, nëse palët gjithmonë do të jenë të përgjegjshme, mund krijojnë një koalicion. Skenari i mundshëm është një koalicion midis vetëvendosjes dhe PDK-s në Kosovë. Ky ishte informacioni përgatitur për ditën e sotme. Do të rishihemi sërish nesër, si gjithmonë në orën 9:30. Deri atëherë, mirupafshim.